Ajo që ndodhi në Manz ndoshta është e pabesueshme, ndoshta edhe vetë banorët e Manzës nuk mund të besojnë atë që kanë parë. Një kafe kërkohet pas mesnate dhe në vetëm pak qaste shikon mbi 2 shemet 2 trupa të vdekur. Kjo është tabloja tragjike që tronditi sot Shqipëri në orën 1:45 të mëngjesit, pas mesnatës së të martës. Pranë një karburanti, një debat të rësisht banal për një ekspres kafeje të fikur do të prodhonte masakër. Në qendër të këtij konflikti është 33 vjeçari Flori Paluçi, 23 vjeçari Aranit Kurti, të dy banues të Manz. Sipas hetimeve të para, gjithçka nisi brenda lokalit kur Daniel Pepa, 21 vjeç, i shoqëruar nga miku i tij Araniti, kërkoi një kafe. Përgjigjja ishte që ekspresi ishte tashmë i fikur, por Danieli nisi të ofendonte kamarierin, duke këmbgulur që ta ndiste dhe të bënte kafen. Pikërisht në këtë moment ka ndërhyrë Flori Paluçi, mik i kamarierit, i cili i ka kërkuar Daniel Pepës që të ndalonte fyrjet pasi nuk kishte të drejtë sepse kamarieri më parë ishte ulur në tavolinë me të. Pas këtij momenti gjithçka mori një tjetër rrjedh. Nisi një konflikt verbal që më pas do të përfundonte deri në përdorimin e armëve. Sipas hetimeve, i pari që ka qelluar është Flori Paluçi duke lënë të vdekur Aranit Kurtin, ndërsa Daniel Pepa është kundër përgjigjur duke vrarë Flori Paluçin. Dëshmia në kushte të rënda psikologjike e kamarierit tregon se Daniel Pepa i ka kërkuar kafe dhe ai ka thënë që ekspresi është i fikur dhe duhen disa minuta për të bërë kafen. Por sipas dëshmisë, Pepa ka këmbgulur duke ofenduar që të ndezë ekspresin. Zyrtarisht policia e Durrësit dha një njoftim paraprak. Rreth orës 1:45 minuta të datës 22 tetor 2025 në Manz pranë një karburanti, pas një konflikti dyshohet për motive të dobta, kanë mbetur të vrarë me armë zjarri shtetasit Aranit Kurti, 23 vjeç, dhe Flori Paluçi, 33 vjeç, të dy banues në Manz. Nga veprimet e para hetimore të kryera nga grupi i posaçëm hetimor, dyshohet se shtetasi Flori Paluçi është vrarë me armë zjarri nga shtetasi Daniel Pepa, 21 vjeç, banues në Manz, ndërsa shtetasi Aranit Kurti dyshohet se është vrarë nga shtetasi Flori Paluçi. Shërbimet e policisë po vijojnë kontrollet intensive për kapjen e shtetasit Daniel Pepa. Ndërkohë një grup i posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorit po vijon punën në vendngjarje për zbardhjen e rrethanave, identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje dhe administrimin e çdo prove me qëllim dokumentimin e plot ligjor të rastit. Pas krimit, 21 vjeçari u zhduk nga vendi i ngjarjes. Policia ka shpallur në kërkim Daniel Pepën, ndërsa në komisariat u shoqëruan 7 persona që mund të kishin ndjeni për ngjarjen. Grupi hetimor ndodhet në terren duke mbledhur çdo provë që mund të zbardhë zinxhirin e saktë të kësaj përplasje. Ndërkohë pas vrasjes, hetuesit zbuluan një të shkuar të errët të 33 vjeçarit Flori Paluçi. Ai ishte i skeduar më parë nga autoritetet italiane për grabitje me dhunë. Në vitet 2014-2015 Paluçi ishte pjesë e një bande që terrorizonte bizneset në Siçili, duke hapur vrima në mure për të hyrë brenda natën. Ai u arrestua në 2015 dhe u cilësua nga prokurori italian si pjesë e një grupi shumë të dhunshëm me metoda brutale dhe planifikim ushtarak. Sot emri i tij është viktimë e një konflikti për një kafe në mes të natës. Mirë pra shikues nderuar, ky ishte inserti që kisha përgatitur për sa i përket ngjarjes së rëndë që ndodhi pas mesnatës të martës në Manz, ku për një kafe u prodhuan 2 viktima për të trajtuar këtë çështje. Dhe të tjera unë kam të ftuar sonte në sken krimi avokat Gylsen Zhlima, shumë faleminderit. Faleminderit profesor. Kolegu gazetar nga Syri Televizion Fation Gjinaj, shumë faleminderit Fation. Si dhe avokat Leonard Karajn, shumë faleminderit avokat. Fation, ta nisim së bashku. Cila ishte dinamika e kësaj ngjarje dhe si e pe domethënë këtë konflikt të prodhuar për një kafe? Një konflikt i prodhuar për një kafe, ky mbetet versioni zyrtar dhe më i besueshëm nga kontakte që kemi patur me personat që janë marrë me hetimin e kësaj ngjarje, që kanë përbërë ti 3 persona dhe të moshave 21, 23 dhe 33 vjeç. Ajo çfarë shqetësuese është që këto mosha, disa prej tyre do duheshin të ishin në fakultet, disa të tjerë duhet të ishin të angazhuar dhe të dalë në jetë, takohen mes natës, 1 orë pas mesit natës, në një kafene në një zonë periferike të qytetit të Durrësit, ose rreth Durrësit, në zonën e Manzës, dhe shkrehin armët. Por nuk është vetëm pasoja kësaj ngjarje fakti i vetëm i rëndë, është edhe fakti që këta njerëz në mes të natës, kur qytetarët zakonshëm kanë pamundur të çarkullojnë në punët e tyre në këtë orar, mund të kenë qenë një fatkeqësi apo një gëzim familjar, për shkak të patrullave të shumta policie, këta njerëz bashkon nga 2 drejtime të ndryshme dhe të 2 posedojnë armë zjarri. Natyrisht armët e zjarrit kanë pa leje dhe shkaktojnë një ngjarje me përmasa tepër të rënda, ndoshta nuk i është dhënë zëri i dur kësaj ngjarje, por është në limitet e masakrës.
sepse janë 2 jetë të humbura, 23 dhe 33 vjeç. Nuk dua të përfituaroj ato pamjet që mund janë ndeshur njerëz dhe dëshmitar në atë ngjarje se çfarë ka ndodhur nga breshëria të shtënave në ambient publik në mes të natës për një motiv kaq banal dhe kaq të rëndomt. Dhe kjo është edhe një apel dhe thirrje ndërgjegjës shoqërisë dhe të institucioneve që t'i vënë frek kësaj pune. Sepse po ikin mosha dhe profile që duhet ishin tjetër kund në jetë dhe ndoshta të stimuluar edhe nga gjithçka që gatuhet në këtë vend, përfshirë edhe mediatikisht, por sidomos institucionalisht, përballje me pasojat të tilla. Duke ndalur shkurtimisht te dinamika e ngjarjes, futet në lokal njëri prej viktimave dhe qëllon dhe kërkon një kafe tek banakieri i lokalit. Banakieri komunikon që nuk e ofrojnë këtë shërbim për momentin, duke marrë parasysh edhe orarin e vonë, ai konteston, ngrihet i riu tjetër nga tavolina dhe kërkon të shënojë Flori Paluçi që është ngritur kanë përshtypjen në këtë moment. Dhe i drejtohet shtetasit Arenit Kurti, ku i kërkon të dalin nga lokali dhe të sqarohen ku natyrisht ka ndodhur një agravim dhe është shkrehur arma nga Flori Paluçi. Në këtë moment ngrihet një i ri tjetër, 21 vjeç, Daniel Pepa, dhe qëllon autorin e vrasjes së Arenit Kurtit, Flori Paluçi. 2 viktima qëndrojnë në lokal bashkë me kamarierin e terrorizuar, ndërkohë që Daniel Pepa arratiset dhe nuk ka dhëna për vendodhjen e tij. Kjo është dinamika e asaj që ka ndodhur dhe me shumë gjas kjo është një ngjarje që ka atë motivin që u raportua në fillim. Pra nuk mund të dyshojmë që mund të kenë pasi konflikt tjetër, ndoshta për çështje të cilat ne shpesh i lidhim me drogën, ndoshta për plasje të tjera që të cilat pasojnë, ndoshta si në rastin e Laçit për një gërvishtje makine që ndoshta mbetet për të verifikuar veç faktit sepse këta të rinj qarkullojnë me armë zjarri, që nuk është gjë e çuditshme në Shqipëri. Edhe fakti nëse në këtë orar të vonë, siç ka qenë mbrëmjen e kaluar në orët e para të mëngjesit, çfarë donin 3 të rinj ende në një zonë provinciale, duhet të thënë, si e Mancës, në atë orë, dhe mundësia që mund të kenë qenë ndoshta në efektin e diçkaje, por kjo mbetet për të provuar, pavarësisht se s'ka mbetur shumë për të provuar se 2 prej tyre kanë humbur jetën. Faleminderit. Sepse duhet shumë guxim dhe duhet një arsye tepër e fortë për të marrë armën dhe për t'ia drejtuar dikujt tjetër dhe për t'i marrë jetën. Dhe është e çuditshme se si mund të ndodhë kjo nëse nuk ka një arsye tjetër. Është stimuluar, e kuptoj. Ndoshta dhe stimuluar, ndoshta nga droga, nga alkooli. Dikon në një veprim të tillë kaq ekstrem. Faleminderit Fatjon. Nard, si e pek në ngjarje? Pa në kështu emocion, kush e di se çfarë, sepse ne vërtet themi në mundohemi domosdoshmë që të mos i agravojmë me deklaratat që bëjmë televizive kur dalim atë shprehjen pse kaq shoqëri e kriminalizuar jemi, po faktet na përgënjeshtrojnë, sepse në një vend ku teorikisht thuhet që janë mbi 2 milion banor, praktikisht unë besoj domethënë që nuk besoj se jemi në Shqipëri më shumë se 1.7 milion banor dhe të prodhoj pothuajse çdo ditë krim, atëherë problemi nuk është domethënë tek një ngjarje momentale, si mundet të jetë rasti konkret, por tek një mendësi e të shkajshme e të kësaj, le themi, e kësaj rangu shoqëror apo e kësaj moshe e cila domethënë e përkthen çdo gjë në një çështje nderi dhe po nuk u vun deri im në vend, atëherë pastaj kërcet pushka. Pra, e thënë paksa më vulgar që jemi kthyer, le të themi 100 vite më parë, ku Konica vet e perifrazonte në 4-5 fjali karakterin idiotesk të shqiptarit të viteve 1920-1930. Edhe atëherë akoma ishte akoma më e keqe sepse atëherë edhe në parlament, në kuvend shkonin me pistoleta në bres. Shoqëria ka zhvilluar në 100 vite, por duket domosdoshmë se kemi ngelur vend numero për disa arsye të tjera të cilat nuk di t'i shpjegoj. Unë besoj variantin e parë, që ngjarja mund të ketë ndodhur krejt banale,
pikërisht për këtë sebepin e kafes. Ma bëj kafen ti pse s'ma bën kafen ti, dhe pastaj gjelat janë munduar të tregojnë domethënë pozitën e tyre në orën 2 të natës. A thua se kishin shumë njerëz që i kundronin edhe aty do u binin spaletat nga krahët, po logjika besoj domethënë pa mençuar tashmë ndoshta edhe ndoj përdorim narkotikësh i cili në ato orë të natës është i mundshëm, edhe ka sjell pastaj këtë lloj masakre, po them unë domethënë, e cila në pamjet parë duket domethënë se është idioteske për nga mënyra se si për nga shkaku për të cilën ka ardhur dhe ka ndodhur. Faleminderit Nard. Avokat Zhdima, tani mund të ma komentosh pak të ri në orën 2:03 natës me armë vrasin njëri tjetrin. Nuk e di nderuar a ne të dy jemi me armë në këtë momente në studio apo jo, por ne në rast se do të ishim me armë do të thotë që ne kemi shkuar te tregu dhe kemi blerë një armë të palishme nga njerëz të cilët kanë një rrezikshmëri kriminale. Rasti i parë. Rasti i dytë është kur fëmijë të ri në këtë moshë 21-23-33, pa në momentin e pjekurisë tyre, nuk mendoj se ata nuk kanë diçka të errët që nuk i shoqëron. Pra i shoqëron diçka të errët, të dyshimit. Sepse ne kur duam të marrim një armatim, marrim armatimin, e vendosim në brez dhe kemi edhe objektivin. Pra duam të marrim një hakmarrje, duam të tregojmë burrnin ton, duam të tregojmë atë që shpesh herë dëgjohet tek shqiptarët që të vendosim në vend situatën ne me vetgjysin ton dhe në fund fare çfarë prodhuam viktima, se edhe autori viktim është të një shoqërie e cila nuk emancipohet dhe një shoqërie e cila kërkon drejtësinë në palishmëri. Dhe duke marrë si referencë të gjithë këtë, unë mendoj se këtu diçka tjetër fshihet në mes. Ajo nuk do të zbardhet tani në këto momente, po thjesht gjatë hetimeve besoj se prokuroria në rast se është e aftë do të dalë në një konkluzion. Dhe mos harrojmë faktin se aty thua që mund mos jetë vetëm versioni i kafeje? Po nuk është kafe, unë nuk do ta çoj kaq shumë banale, sepse nuk është kaq banale, mund të jetë mos serioze. Dhe mos harrojmë faktin se tregu aty ka shitblerje automjetësh, tregu aty ka servise, mos gaboj, ka shumë ngjarje, ka vendet ku kemi të bëjmë grumbullimin edhe mos them edhe kultivimin të drogave në atë zonë. Pra gjatë hetimeve prokuroria që të zbardhë të vërtetën duam, jo se ne tani në këtë moment e themi që viktimat janë pjesë të një bande ose janë pjesë të një loje të pistë, por ne duhet të kërkojmë nga organet hetimore të zbardhën të vërtetën dhe të shikojmë po justifikimi për të mbuluar diçka tjetër është kafja. Pra ta ulim tërësisht në nivelin e diskutimit. Më përmbullën dy element tek orari nëse ka një përplasje mes një konflikti se njëri prej tyre rezulton me precedent penal. Po Flori Paluçi pak një arrestuar në Itali. Ata janë banorë të njëjtës zonë me shumë gjas në një zonë jo shumë të madhe gjeografikisht, por edhe me popullat njihen, ndoshta nuk kanë kontakte me njëri tjetrin, por në aparencë janë persona që e kanë parë ndonjëherë njëri tjetrin. Dhe nuk mendoj që një ngjarje me tentativë dhe para përgatitje kriminale mund ndodhte në ato orar e para punës. E dyta, nuk mendoj që një ngjarje kriminale e paramenduar mund të kishte dinamik të tillë, sepse është vrarë personi që hyn në kafene dhe është vrarë personi tjetër që i doli në mbrojtje kamarierit. Pra kanë mbetur viktima të dy palët. Po armët pse ju duhesh, se kjo më bën habi, domethënë në këtë orë armët përse duhen? Domethënë është frikë të lëvizësh natën, se diçka një merak e kanë. Po kanë një merak të rinë që lëvizin me armë? Po normal e ke një merak, sepse ne nuk kemi me armë. Po në rast se jemi me armë do të thotë kemi një frikë, kemi hijen tonë, kemi edhe frikë ndonjëherë, supozojmë në raste se do kesh armë. Pra ke frikë. Pra arma çfarë tregon? Nuk tregon që ti je i aftë ose je njëri i cili ke besim tek vetja, se po ke besim tek vetja nuk merr armë. Kur nuk ke besim tek vetja dhe kur ti mendon se je një subjekt kërcënuar nga dikush tjetër, normalisht do marrësh armën që të vetë mbrohesh. Sepse kur mbrojtjen nuk ta jep dikush që është policia e shtetit, ose ti ke bërë një pazar dhe nga ai pazar ti nuk ke bërë atë që duhet, pra korrektësinë tek pazari, do thotë që ti pret një kundërpërgjigje. Dhe kundërpërgjigja mund mos jetë e lishme, do vihet gjithmonë e palishme. Pra përdorim në të njëjtën kohë edhe logjikën, por edhe atë që duhet çfarë, faktin konkret hetimor, çfarë duhet të hetoj, ku janë bler armët,
pse janë bler armët dhe çfarë do të mbronin ata, se kjo vjen edhe si pasojë e lidhjeve familjare, se ata mund të mos kishin ndonjë person diçka, por ata mund të kishin edhe një problem familjar, atë se dim akoma. Pra gjatë hetimit do të shikojmë se si do të zhvillohet hetimi dhe do të merret me seriozitet nga ana hetimore, sepse në rast se qëndrojmë te justifikimi i kafës, besoj se do të prodhojë edhe viktimat e tjera në të ardhmen. Faleminderit avokat. Sidoqë të jetë gjëra të tilla kanë edhe prapavi, kanë edhe dinamikë të mëvonshme. Që thotë edhe sikur ajo të jetë për motive banale, do prodhoj diçka më pas thua. Prodhon diçka. E qartë, faleminderit. Avokat, shkurtimisht, je dakord me ndryshimin e kodit penal për ashpërsimin e armbajtjes pa leje? Për dënimin për armbajtjen pa leje? Jo, nuk jam dakord. Nuk e shpëton kjo një situatë të tillë? Po jo, fare. Në qoftë se ti merr masa drastike me çfarë do lloj gjë kur bëhet fjalë për çështje të këtij rangu, ti nuk mos mëson domethënë se ata po ja bëre 7 do ja bësh 14 dhe ata do stepën për të marrë. Kush e merr armën në Bresë, burgu 70 burg për armati pa leje sot, është një lloj edhe 15 burg. Kush e merr armën me vete, e ka marrë parasysh këtë çështjen e burgut. Se ka marrë parasysh edhe mund të vras, mund të jetë edhe i përjetsh. Që s'ka lidhje fare. Ai kur e mban armën e merr Kodi penal po flas për në Europë tani, sepse pastaj këtu në Shqipëri është tjetër histori. Kodi penal dhe kodi procedurës penale në gjithë botën perëndimore është kod penitenciar që bëhet për t'i ardhur në ndihmë atij për të cilën, domethënë qytetarit atij, shkelësit ligjit. Okej. Shkelësit të ligjit e thënë më mirë, më qartë. Nuk është kodi penal apo kodi procedurës penale për t'i ardhur në ndihmë prokurorit apo gjyqtarit, për ta dhënë prokurorin në karrike që mos lodhet dali nga dera. Pra është e kundërta. Kodi penal nuk presupozon që ti të çoj sa më shumë njerëz në burg. Kodi penal presupozon domethënë që të rehabilitoj një shoqëri ose ta bëjë të ndëgjeshme një shoqëri e cila nuk duhet të shkojë drejt një vepre penale. Dhe për rehabilitimi një shoqërie është që te formulimi i kodit shqip dhe ky kod i ri është Google Translate. Pra as shqip 90% të neneve të kodit që është propozuar, ti andi me shumë respekt, nuk i kupton. Se si kuptojmë ne që jemi të fushës. Se çka ka dashur me thon autori. Nuk i kupton fare. E pra kodi nuk bëhet për njerëzit e fushës. Bëhet për qytetarin. Duhet ta kuptojë qytetari se çfarë vepre penale mund të haset në rast se e bën një gjë të tillë. Neve nuk kemi nevojë ta kishin cituar diçka e artikuluar dhe nga kreu i shkollës magjistraturës në prezantimin që i bën një hotel në Tiranë para disa kohësh, që të ulet marzhi i dënimit ose të amnistohet prostituimi dhe të vigilenca ligjore për shpifjen. Që do thotë që nëse dikush bën një deklaratë ose ka indicie për diçka të caktuar, se shpesh të vërtetat e mëdha janë zbuluar përmes indicieve në këtë vend dhe ka njerëz pravahekurave, sidomos në nivelet e korrupsionit, në nivelet larta. Që janë dhënë fillimisht indicie, pastaj thoshte zoti Rakipi që prostitucioni duke qenë se është një aktivitet që promovohet edhe në rrjetet sociale nga blogerët, nga influencierët, se keni dëgjuar dhe Okej. Ka thonë përpara disa mediave që ishin të vëmendshme, nuk shohim ndonjë gjë që ta shpresojmë diçka në këtë kontekst. Ndërkohë që pozicioni është një nga vatrat e pastrimit parave, përfitimit një herë krimit pasurive, pastrimit parave dhe më pas të konflikteve që ndjekin që prodhohen. E qartë. Tani pak edhe me rastin e kolegut që foli. Që të kalojmë te çështja tjetër të ezaurojmë. Po. E kodit penal, pra mosnjoja e dispozitës nuk të përjashton nga përgjegjësia penale përveç 2 rasteve, që do thotë ketë lajthitur totalisht dhe mos të kesh dieni çfarë bëhet konkretisht për jetën tënde, pra të kesh çrregullime mendore totale. Kjo nuk kupton. Pastaj, për sa i përket ne shpërsimit të kodit penal, edhe sikur ta varim tjetër në litar, përsëri veprat penale do të ekzistojnë sepse ka njerëz të cilët janë predispozuar për ta kryer një krim. Edhe e bën. Pra, kjo fjalia burg, edhe kjo tjetra që duhet sa më shumë të vendosim sa më shumë maksimale të dënimit, kjo ka dështuar shoqërinë shqiptare, sepse edhe rasti që u vra gjyqtari në sallë të gjyqit, ai ka qenë gjyqtar që vendoste njerëzit në arrest në burg. Dhe ai ka qenë njeriu i drejtësisë, ai që drejtoi dorën drejt gjyqtarit, që do të thotë që është një person i cili nuk mund të konsiderohet kriminal. Sepse
vrasi kishte mbaruar juridikun në Shkodër, zotërin nderuar. Pra është një qytetar që dhe sikur ta ketë mbaruar me pesa, e ka një urinë e ligjit. Po. Dhe fakti që ai bëhet vrasës në rastin konkret nuk është më shkaku, po është pasojë që e çoi aty. Më është shkaku që e çoi aty, jo pasojë që ka ndodhur. E qartë. Mirë, sigurisht ne diskutuam këtë çështje, duket se është komplekse, vetë ngjarja, armbajtja pa leje, çfarë prodhojnë etj. Me radhë kodi penal. Në një nga përgjimet e bëra publike, Aurel Hoxha komunikon nëpërmjet SkyCC me një person ende të pa identifikuar, thotë, po me janë ndru gjakun, s'ka ndonjë shans, kur ta çojmë pra DN do ta marrin kampion gjaku dhe aty mund t'i manovrojnë me ndru analizat e gjakut. Këto DN-s që i bëjnë në kaf nuk është se nxjerrin se kush është thjesht moshën dhe kohën e humbjes. Madje Aurel Hoxha flet që pasi shikon vështirësi për kampionët e gjakut, për ndrrimin e tyre, thotë që kampionët tu merren oficerëve TPG si do të dorëzonin dorazi. Dhe bëhet fjalë pikërisht për analizat e DN-s për Klevis Leshin, trupi i të cilit u nxor në sipërfaqe nga erozioni. Fation, tani që janë këto përgjime, sepse realisht dukeshin të rënda kur shikoje kontekstin, është edhe akmarrja vetvetiu ka qenë shumë e ashpër. Që në momentin kur u zbërthyen aplikacionet e koduara, që u vënë në dispozicion edhe të autoriteteve shqiptare nga Belgjika dhe Franca, që kanë bashkëpunuar edhe Hollanda dhe njësër shtetet të Bashkimit Evropian, në dosje hetimore të tilla nuk ndryshon asgjë përveç emrave të personave që janë subjekte tashmë të ligjit. Që do thotë për nga niveli i jashtëpërsisë, për nga tonelatat e drogës, për nga dhuna, për nga pasurit marramëndse, për nga pastrimi i parave. Do kemi edhe një tjetër çështje do diskutojmë pas kësaj. Ndryshojnë vetëm emrat. Dhe rasti konkret është i ngjashëm, por ka një tematik tjetër. Po flasim për zonën e Burrelit. Po flasim për një ngjarje të ndodhur në 2012, mos gaboj. Kam përshtypjen është vrasje parë që më pas pasuan të tjerat. Në Britaninë e Madhe. E vëllait të Aurel Hoxhës. Djegje në makinë më pas e viktimës. Është një torturim, pastaj djegje. Dhe nuk është një ngjarje që lindi si ajo e Manzës për konflikte për Ekspresin apo për kafen, por është një ngjarje që antarët familjes Leshi i kishin paktën të prodhuan hetimet në Britaninë e Madhe, ishte zgjatur dora për ta ndihmuar dhe për ta futur në skenë, pavarësisht se një skenë kriminale, dhe aty nis zanafilla në aktivitet kriminal. Dhe të dy ishin nga njëjta zonë, të dy ishin të njohur dhe tradhtia ishte një veprim që ndëshkohej, e tradhtia me përgjakje. Raportohet që antarët të familjes Hoxha, njën edhe me mbiemra të tjerë sot, e kishin bërë premtimin e tyre, e kishin ndërmarrë veprimin e tyre dhe s'ka jek zbulon pikërisht ato çfarë kishin përgatitur dhe ato çfarë ata kishin vendosur të bënin. Dhe fatkeqësisht u arrit të paktën nga sa dokumentojnë përgjimet, qëllimi i tyre kriminal, por jo vetëm kriminal. Ftohtësia, kënaqësia që jepte gjakderdhja dhe tortura e njeriut, vetëm për hir të hakmarrjes është e frikshme. Është e frikshme sepse aktivitetet e biznesit të këtij shteti ndodhen në mes të Tiranës. E përderisa ndodhen në mes të Tiranës, ky shtetas i frekuenton. Rruga Myslim Shyri që është ndoshta nga më të njohurat në Tiranë. Shtetas apo shtetas të tillë janë në qarkullim tërë ditën dhe janë në mes të Tiranës. Dhe ajo çfarë e prodhoi gjithë këtë shpërsi të fortë të antarëve të kësaj familje, ndaj familjes Leshi, kush garanton që nuk mund ta prodhonte edhe në Tiranë të ndodhte ose të ndodhte edhe me një familje tjetër, edhe me një tjetër, edhe me një tjetër. Pra sot nuk duhet të gjykojmë vetëm atë çfarë ka ndodhur, por atë çfarë mund të kishte ndodhur dhe atë çfarë mund të ndodhë në të ardhmen, sepse siç ka ndodhur në shumicën e operacioneve të prokurisë posaçme, janë arrestuar me të vërtetë njerëz në numër masiv, janë me qindra të arrestuar në kuadër të grupeve të strukturuara kriminale, janë mbushur kafazet dhe janë të mbushura për ditë në sallat e gjyqit, por nuk shohim ato bosët, kingët.
të cilët janë në shumicën e rasteve të shpallur në kërkim, sikurse rezulton edhe Aurel Hoxha. Që do thotë se këta njerëz janë të lirë. Këta njerëz janë ende më të shqetësuar nga që ishin deri kur lakoheshin si autor të dyshuar të kësaj ngjarje, tashmë ka akuzë. Dhe mund të marrin përpara gjithçka. Të paktën arrin në këtë konstatim nëpërmjet asaj çfarë lexojmë nga aktet hetimore. Shohim që dosit e SPAK me vërtet godasin personazhe të tillë, por nuk shoh ndonjë strategji për të parandaluar ose për të ndërgjegjësuar ose për të frenuar element të tillë. Domethënë, nëse ti zbulohesh nga aplikacionet e koduara, përputhen me provat që ti arrin të grumbullosh apo dëshmive etj, pra krijon një dyshim të arsyeshëm që për SPAK-un është provë, quhet fitore që ti arrin të ngresh akuzën ndaj atij, edhe pse në disa raste, në shumë raste, nuk e arritur ta vendosur përpara përgjegjësisë ligjore edhe fizikisht. Në kuptim fizik ta arrestosh. Pra e quajnë një fitore të madhe dhe harron që këta njerëz janë ende në qarkullim, këta njerëz janë ende dominant, këta njerëz janë ende që prodhojnë ngjarje. Okej, faleminderit Fation për këtë pjesë. Zhlima, mund të më thuash përse një akmarrje e tillë nuk u parandalua, duke qenë se nis origjina nga Britania në vitin 2012, siç e citoi edhe Fationi, dhe shuhen 5 burra të një fisi. Se pikrisht SPAK-u nuk punon, pavarësisht se kolegu ju e the se SPAK-u ka bërë disa arritje të vogla, po duhet kishte bërë akoma dhe më shumë ai sa kuptova, të lutem në rast se kam gabuar më korrigjo. Por unë mendoj se SPAK-u nuk duhet presi aplikacione që të arrim të kuptojmë që ka indici që dikush ka kryer një vrasje ose shiko këtu kemi një grup kriminal ose raste të tjera. Prandaj, ajo që unë mendoj është kjo që dështimi i SPAK-ut që të luftoj krimin organizuar ashtu siç e kemi thënë her pas here, që të kapi ata të cilët janë autorë të vërtetë dhe jo ata të cilët punojnë në porosi edhe zbatojnë urdhrat e atyre që janë pak më lart. Pra do të thotë ekzekutori është një person i cili merr një porosi, merr një urdhër edhe vazhdon edhe vepron. Pra, duke qenë se kemi një SPAK i cili duhet të luftohet patjetër krimin organizuar, kemi një SPAK i cili të vetme gjë që bën është vetëm masë sigurisë arrest në burg dhe në fund fare thot prit derisa të presim të na sillen disa aplikacione të huaja të zbardhim, edhe në atë moment do bëjmë luftën kundër krimit organizuar. Krimi organizuar mirë, kjo është vetëm punë e SPAK, Zhlima, kjo është vetëm punë e SPAK apo agjencive të tjera që nuk keni informacion për një akmarrje të mundshme? Unë mendoj vetëm puna e SPAK-ut, sepse në rast se ne i referojmë ligjit, SPAK-u ka një Policinë tani pse s'është punë e SPAK-ut, se policinë do nxjerrin për të sekuestruar makinat e Po, të them diçka. Kur nuk kemi besim te policia e shtetit që në disa raste, kur nuk kemi besim është vetëm SPAK-u, ka polici, ka struktura të tjera të zbatimit të ligjit. Më fal. Do të them diçka. Ka prokurorit jurisdiksionet të zakonshme. Me etiket. Do të them rastin e prokurorisë po sa i konstaton që ka grup të strukturuar kriminal. Ban aty për kompetencë. Vendos ato sanitarët të OPG-s të pastrojnë provat. Më kupton, në fund fare kur e merr SPAK-u thotë un kaq prova gjeta dhe kaq do të çoj çështjen për në gjykim. Ky është rast konkret, pra nuk ka pse ne them vetëm problemin ose fajin e ka vetëm SPAK-u ose më mirë ka vetëm policia ose ne të atribuojmë secilit përgjegjësinë e vet dhe ne kur kemi parë her pas here që policia e shtetit është kapur në flagrancë duke punuar dhe bashkëpunuar me krimin organizuar, ne nuk mund të presim një SPAK i cili thotë prit se po presim disa gjëra që na vinë edhe nga jashtë shtetit. Prandaj, unë mendoj se përgjegjësia i takon vetëm SPAK-ut, se në rastin e themi që policia e shtetit ose funksionarë të tjerë janë pjesë edhe bashkëpunojnë, pra funksionarët e lartë flas gjithmonë, jo punojnë sa thjesht policisë shtetit, bashkëpunojnë me krimin organizuar. Dhe në fund fare SPAK-u vet ka deklaruar që ne s'kemi besim tek policia e shtetit, atëherë ata të marrin iniciativë dhe të veprojnë dhe të punojnë dhe të dalin aty ku duhet në nivelin e dur që të ndëshkojnë jo vetëm pra të ndëshkojnë në aspektin hetimor flas gjithmonë, të kapin prova, të evidentojnë fakte konkrete dhe jo në fund fare të përdorojnë statistika, sepse në shumicën e rasteve dhe mos them 100%, të jem absolut, SPAK-u çfarë ka bërë nga 2020 deri më sot? Nuk ka goditur zotëri krimin e organizuar fare. Në rast se do zotëri ti do të godisje krimin organizuar, unë ju them
sinqerisht që sot politikbërja shqiptare do ishte e cenueshme, sepse nuk do kishte mundësi që një parti në pushtet të marrë 83 mandate, se nuk mund të marrësh 83 mandate, me gjithë këte fluks korrupsioni që një SPAK e pas ka bërë në mënyrë të përkryer edhe ka punuar, dhe përveç kësajt ti nuk mundesh të shikosh në video botën e krimit në aksion dhe ti të kesh një SPAK në zyrë dhe ata ti kesh në aksion në bashkëpunim me policinë e shtetit. E kuptoni pra, unë nuk jam i këtij mendimi që SPAK-u bë ka hatan më të madhe, jo. SPAK-u bën një mashtrim publik që është ky. Ju a them faktin. Ishte këta shpallën në kërkim një pjesë arrestoi. Skandali në Belgjik. 5 milionë euro pasuri. Tani ato janë statistika për SPAK-un. Gjina bëj oponencën time sot. Po jo, do të them, shikoj. Statistika dikush është SPAK-ut, 1 për të arrestuarit, 2 për lekët. Pse? Kap disa lek aty, e thotë këto janë të bandave. Kjo është okay, Zdima, kjo është njëra anë për sa i përket SPAK-ut. Në ardhmë do të ndaleshim së bashku për të bërë një analizë. A do kishte pasur mundësi që Aurel Hoxha këtë çështjen për të ndruar kampionin e gjakut të Kafkës, domethënë për të bërë krahasimet e ADN-s, të mund ta kryente deri në fund të korruptoheshin ekspertët mjekoligjor? Është e mundshme në Shqipëri kjo gjë? Çfarë the? Çfarë? Sigurisht që është e mundshme me çdo gjë. Dhe nuk bëhet tani mos e bëj domethënë mos e përgjithsoj gjën se Elisa do thoshte bëhen dhe në Itali e në Amerikë këto gjëra. Filma. Po sigurisht që është e mundshme, shumë e mundshme, përpara nëse kujtoj mirë, përpara një 3-4 puntatash të tjera, neve këtu kemi diskutuar për raportet e mjekoligjiorit. Që se kujtoj mirë. Po patjetër. Edhe unë të pata thënë aso kohë, domethënë që aso kohë. Në atë emision të pata thënë që shiko, çfarë ndodh te mjekësia ligjore, ti tregoj fare qartë ndjes, avokat vrasja, se më shkon gjua aty ku aty ku e ke profesion. Jo, nuk është profesion, po është ndoshta bindje e brendshme që 3 vjeçari Brian Spahia, ekspertiza italiane prej disa faqesh e holli totalisht poshtë dhe i nxirrte ekspozuar gjithçka që kishte ndodhur. Edhe me mjekësinë ligjore dhe me mjekët e spitalit Petri. Kam edhe një rast të tillë dhe na ka ardhur akti i ekspertimit me emra të ndryshme, s'kishte lidhje fare me viktimën, me përmbajtje të ndryshëm. A kupton? Në fund fare thoshte fajin e kanë X persona. Pra, kjo është mjekësia ligjore në Republikën e Shqipërisë. Kështu që për sa i përket pyetjes që bëre, sigurisht që mund të ndodhin dhe mua nuk më bën as pak çudi fakti domethënë që këta personazhe tentojnë të arrijnë deri në këtë lloj pikash, në këtë lloj qasje, sepse kur shikojnë domethënë që gjithçka është e mundur, atëherë pse mos e provojmë? Çfarë keqe ka që ta provojnë? Ata janë futur një rrugë të cilën ne besojnë domethënë që është për ndere për fis, si më thënë, po historia tregoi që ata nuk e se mendojnë ka gjatë sa që mendojmë ne, që bëjmë analiza këtu, synimi i tyre është i qartë, të mbaron filmi, ata nuk mendojnë faktin domethënë pasojat që vuajnë domethënë në jetët e tyre për gjatë gjithë kësaj periudhe kohore. Në raport me gjithë ngjarjen se ti the pse nuk u zbardh, pse nuk u parandalua, pse nuk. Unë mendoj më e viktimës Klevis Lleshit, më fal për ndërprerjen, për ta sqaruar dhe për ta kuptuar më qartë, ka dalë dhe ka deklaruar që dyshimet i ka pikërisht te ky konflikt midis fisit të saj edhe fisit Hoxha. Okej. Dhe tani, kush duhet të mobilizuar në këtë histori? Po mirë, dhe gjithë Shqipëria të mobilizoheshe, ata nuk do ta gjinin dot ndoshta kufon, dhe kufon doli në sipërfaqe për shkak të erozionit, se ndoshta do kishte dalë asaj edhe e tillë. Pra janë ca rastësira në këtë botë, se nuk dua domethënë të heq përgjegjësinë dikujt një institucioni apo dikujt tjetër në raport me hetimin e ngjarjes në fjalë, as dua domethënë që ti hyshtem policisë shtetit, prokurorive të Rrugësorit përgjithshëm apo edhe SPAK-ut, duke mos i bërë as të mirë as të këqij, unë kisha fjalën tjetër kund. Kur ka çështje akmarrje, asmërire të këtij lloji, historia e shkuar dhe e afërt na ka treguar që këta njerëz nuk harrojnë për fat të keq. Dhe kjo është në karakteristikën në brumosjen e shqiptarit në vetvete. Jemi në pleksur keq, si të ta them. Mentaliteti. Është një lloj mentaliteti që nuk shformohet ky. Ky është problematika. Dhe nëse këtu ka një cen për të gjetur diçka, sipas mendimit tim, është kur SPAK-u ka arritur të hetojë dhe ka shkuar në bazë të asaj që raportoi edhe Gjina pak më parë, që e ka zbuluar nëpërmjet Sky ICC. Atëherë si është e mundur më lind dyshimi mua dhe pyetja,
Aurel Hoxha, se jam keq me emrin. S'ka problem, Aurel Hoxha. Aurel Hoxha arriti që të largohej. Këtu duket sikur ata të cilët janë të pikasurit e policisë, ata e marrin vesh më përpara nga gjithë. Tani këtu duhet filloj problematika e një institucioni. Tek fakti domethënë që zbulohet gjithçka brenda një haku kohë shumë të vogël, kur ata fort mirë din që një dosje mund ta kenë 2 ose 3 persona në dijenin e saj. Oficeri i policisë gjyqësore, prokurori dhe gjykata. Pra është një gjyqtar, një prokuror dhe një OPG ose po them 2 apo 3 OPG të cilët sepse varet nga ngarkesës që kanë. Pra, për ta zbuluar se nga ka dalë, nga ka rrjedhë informacioni dhe personi në fjalë nuk është kapur, nuk është vënë para drejtësisë, kjo është shumë e thjeshtë. Pse e marr këtë si shembull? Sepse para pa nuk është e thjeshtë më burri dhe Mos thua se është e thjeshtë. Nuk thas, unë po them një gjë tjetër. Pas ke probleme me kujtesën. Ja, po dëgjoj pra të vazhdimit e kujtesa. Sepse ta them edhe këtë pas e dil aty. Mos më ndërprek. Një koleg i imi është në akuzë se nuk ka treguar që kujt ka marrë informacionet, se spaku vetë nuk e zbulonte se kush ja dha informacionet kolegu që e bëri lajm. Jo, po prit se s'është aq. Po unë po flas, ti po thua që dekonspirimi ndodh kështu thua. Është një prokuror, një gjyqtar, një oficer i policisë gjyqësore ose 4. Unë po them që fiks këta persona, mund ndryshojnë emrat, kanë patur materialin që ka publikuar kolegu Qyno. Edhe këtë po them. Dhe spaku nuk gjen se cili është nga këta. Jo nuk do të gjej, jo nuk gjen. Po nuk e di unë sa do të. Po tani unë për këtë po flas, ti më thua mua nuk do. Unë po them nuk do të gjej. Edhe për dishtuar kësaj, para ca kohësh tek këtu kur ishte 251 theti të pa arrestuar, por që kanë marrë janë shtuar tani në zonë. Po mirë. Se kanë ndodhur aty 3 operacione të tjera. Po më kërkojnë ndjesit të përgënjeshtrohen vetëpara. Atë se kjo është të ftuar kështu. Pyetja që ngre këtu është, nuk është një rast. Nuk është 2, nuk është 10, nuk është 100. Janë 250 e kusur. Po. Pra kjo është kthyer normë. Dhe përdesa statistikore, normë. Tani përdesa është përkthyer në normë, ta problemin duhet ta gjendë vetja vet, institucioni e kanë fjalën. Ky është problemi, sepse nëse neve nxjerrim masa sigurimi për secilin nga këta persona, po këta janë duke bë banjodilli në Dubai apo në Karaibe, atëherë është vëlla, ja kemi futur kështu si është ajo shpreha. Okej, mirë, për ta përmbyllur këtë pjesë ne do të ndalemi tek një tjetër çështje ditën e sotme. Familjarët të Ervis Martinajt kanë kërkuar në gjykat që ai të shpallet i zhdukur. Ky është edhe vendimi, unë po lexoj. Shtetësi Mustafa Martinaj kërkon pra gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm lehtë shpalljen të zhdukur të shtetasit Ervis Martinaj datëlindjes 6 tetor 1982, lindur në Burrel dhe banues në fushkuqe Pato Kurbin, kërkues Mustafa Martinaj. Zhlima nisim bashkë, për ta kuptuar. Përse kërkon familja në këtë moment që të shpallet i zhdukur, pra çdo thot statusi i zhdukur? Tani kjo është dhimbje në rastin konkret, sepse një baba kërkon përpara gjykatës për fëmijën e tij të shpallit të zhdukur. Kjo është një dhimbje familjare, kjo është një tragjedi. Por përveç kësajt, ne duhet të themi që kjo është një mjet ligjor që kur familja konstaton që nuk ka më lidhje apo nuk ka komunikim me një nga pjesëtarët e familjes, i drejtohet gjykatës që të bëjë veprimet procedurale të zhdukjes dhe në fund fare pas një kohë të caktuar do bëhet dhe të vdekjes në rastin konkret, në rast se nuk gjen atë që duhet personin e duhur. Pra, Martinaj në rastin konkret. Mbas sa kohë bëhet kjo mbas i shpallur i zhdukur? Jo, ka një procedurë të gjatë këtu, sepse këtu kemi të bëjmë me një person i cili dyshohet për një veprimtari kriminale. Pra, gjykata nuk është se do të marrë një vendimarrje kaq shumë të lehtë. Jemi realist dhe do të bëjë një ka dhe në kërkim. Po, e ka dhe në kërkim. Dhe pastaj këtu kemi të përfshirë 2 procese të ndryshme, një proces është civil dhe procesi tjetër është penal. Kjo kërkesë është civile. Po, te kjo është civilja. Unë do të shkoj tek penalja, në rast se personi është akuzuar ose është edhe dënuar, kodioni i procedurës penale parashikon që personi pavarësisht se mund të bësh kërkesën e zhdukjes së vdekjes së personit edhe të jetë edhe i vdekur, në kodin tonë procedural penal ekziston fjalia ringjallje, është kur ai person ringjallet,
Pra, do të dënohet, pra do të ekzekutohet vendimi i tij. Kurse në rastin konkret, familja për mendimin tim bën atë që duhet kishte bërë me kohë, që të kërkonte këtë procedurë. Me kohë, jo. Jo, janë me vonesë. Janë shumë me vonesë. Janë shumë me vonesë. 2 vjet, po ka kaluar 3-4 pak. Me shumë vonesë, por unë do të them dy gjëra. Në rast se ekziston fakti që po, në të vërtetë ata nuk kanë lidhje, nuk kanë komunikim, nga ana njerëzore është e dhimbshme. Në rast se ata kanë një komunikim të mundshëm dhe duan të bëjnë këtë gjë, autoritetet duhet të kenë vigjilancë maksimale. E qartë. Ata bën bashkëpunëtor pastaj në rastin konkret. Nëse ndodh kjo e dyta. Tani unë dua të them që jo. Skenaret. Po, më dakord, e kuptoj. Nga ana njerëzore çfarë do të procesin penal ndaj Martinajt nëse do vazhdoj. Pra, donohet edhe i vdekur? Po jo, në rast. Ai s'është shpallur i Ai nuk është shpallur akoma. Ka shpallur i zhdukur. Na sharo pra se nisi tatuar që është një proces i gjatë. Pas 2 vitesh shpallet i zhdukur. Çfarë ndodh? I vdekur shpallet deri në sa? I vdekur shpallet pas 9 vitesh. Bravo. Këto do të kaloj nga zhdukja. Pra deri në brenda këtij afati 9 vjetor ai mund të dënohet. Po, mund të dënohet brenda këtij afati. Edhe pse është i zhdukur. Po, do këtë fat. Po ajo do kërkesa që është bërë do të shpallet, tani pastaj është Më pasurinë caktohet një person sipas kodit procedurës civile që po lexoja pak më herët. Me radhë varet çfarë për pasuri ka, sa buron, ka ku buron këto. Po thjesht ajo një administrator ka mbështytje. Në fund fare do shpallet do të vendoset kërkesa edhe në fletorin zyrtar, mos gabën, ëh? Po, ka në fletorin zyrtar. Ka mbështytje ka kaluar në fletorin zyrtar. Ka kaluar, po sepse unë shikoj shumë të vakët dhe mendoj se duhet diçka në rast se ka kaluar. Ka mbështytjen ka kaluar në fletorin zyrtare. Unë pak më herët po lexoja dhe për sa i përket. Do ta lexojmë, po është rasti sot lajmi, do të thotë që do ta lexojmë në fletor se ndjek vazhdimisht. Ka kaluar në fletorin zyrtar. Po ka kaluar, okay, atëherë jemi në rrugën e duhur për familjarët që të kërkojnë ato që duhet. Që edhe për familjarët kjo do të thotë është edhe një lehtësie, se në fund fare i thënë drejtësisë, i thënë organeve të ndryshme, shikoj mos na hetoni më në kot, se ne s'kemi lidhje. E kuptoj. Faleminderit Zhlima. Për kuptuar edhe pak për pakan ligjore, e ndihmon kjo familjen Martine që autoritetet mobilizohen ndoshta më shumë avokat për të kërkuar, për të zbardhur më saktë atë se çka ndodhur me Vis Martinejn? Në vetvete çfarë nënkupton në këtë moment kjo kërkesë? Tani, kërkesa është kretë normale. Tani mos bijmë dhe një në njëjtat histori. Është kretë normale, bëhet nga gjithkush në këtë vend, domethënë që kërkon. Ka nga ata që nuk e bëjnë fare këtë kërkesë, sepse besojnë tek truri i tyre që fëmia im nuk është gjallë, më nuk ka vdekur. Dhe ai nuk shkon fare as ta bëjë, atë ka çështje emocionale këtë pastaj. Pra nuk është domethënë thjesht rutinë procedurale ligjore, por bëhet çështje emocionale. Nuk do që ta pranoj me veten e vet që fëmia e tij ka vdekur dhe nuk shkon ta deklarojë, s'do ta deklarojë ligje të tillë. Nuk do ta ka raste të tilla me 10, nuk do të them shumë. Tani për sa i përket çështjes penale, çështja penale e Vis Martinejn do vazhdoj të paktën them unë edhe 6-7 vite të tjera. Në mos ndodh që të na dalin në skaje incrociata në gjë tjetër, se vetëm për këtyre presim mrekullinëve. Se po të presësh mrekulli nga hetimi i spakut apo i organeve tona, unë këtu nuk dua fare t'i bullizoj, po të them domethënë që besimin e kam 0. Mos kthejmë këtu edhe një herë një vit më përpara të pyes prapë ty çau bë me Dobraçin. Kështu që ta mbyllim këtë si histori. E qartë. Ashtu. Unë besoj domethënë që nga ana procedurale penale, Spaku e ka për detyrim që ta hetojë këtë çështje dhe ta arrijë, nëse është e mundur, ta arrijë në konkluzione të tipit që a është vrar, si është vrar, se ndoshta kufom nuk gjen fare, po të paktën të gjejnë disa indicie, sikundër ka gjetur për njerëz të tjerë, të cilët të paktën të krijojnë një vërtetojnë një fakt. Të vërtetojnë një fakt për të mos e lënë gjën pezull fare, pavarësisht se mund të mos dalin dot me një vendim, le të themi për pushim çështjes për shkak se nuk ka as personin fjalë nuk gjendet, as i zhdukur, as kufon nuk gjendet për Vis Martinejn. Sa i përket pjesës familjare, nuk duhet ta ngatroj. Edhe unë këtë mendim kam. Nuk dua fare ti paragjykoj me idenë domethënë se çka kanë ata në mendje. Ne si avokatë kemi atë dyshimin e kemi anë e punës tonë, se ne me atë punë merremi. Njësoj si në gazetarët. Po, gjithsesi nuk dua fare të shkoj tek ideja domethënë që Vis Martinejn
është gjallë, ka ndryshuar totalisht tiparet e fytyrës, mund të jetë këtu ngjitur mes nesh, jeton një kreti qetë dhe gjithë kjo histori që neve flasim këtu dhe bëjnë familjarët është një lojë e bukur për t'i hedhur hi syve, le të themi, drejtësisë. Do që ta kuptosh kështu? Po. Bëhen fiks, Elisa do thoshte, ka filma të bukur që bëhen në këtë lloj aspekti. Edhe diçka tjetër për krim organizuar do të ndryshohen nëse ram avion të qëndrojnë në pushtet, paktën flas mbi bazë statistikash, jo ndonjë orientim politik apo bindje, që do të ndrohen edhe një 4-5 ministra të brendshëm derisa të jepet përgjigje pavarësisht afatit për drejtora policie. Edhe drejtora policie. Shiko, me këtë drejtorin, më fal, se nuk ndodh rastësisht as kjo sipas këndvështrimit tim ky reagimi i familjes Martinaj. Me çfarë lidh? Ka shprehur, okay, sepse kam dhënë një pyetje. Ka ndodhur disa operacione në Durrës, në të njëjtin qytet dhe tek të njëjtat emra që janë artikuluar. Dhe kur kanë kaluar një vit e gjys nga afati që ata kishin këtë drejt ligjore për t'u drejtuar gjykatës për ta shpallur të zhdukur, pse bën pikërisht tani? A ka shprehur pak interes për të marrë dosjen që është Spaku vazhdimisht është treguar që i gatshëm dhe ka patur komunikime të vazhdueshme. Kjo po shqetëson kur Spaku është i gatshëm. Po tani kur s'është i gatshëm thoni pse s'është i gatshëm, por është i gatshëm, është se s'është i gatshëm. Kam thënë kurrë atë gjë. Me gjithë respektin, Spaku, pavarësisht shumë kritikave dhe vërejtjeve që kam, dhe natyrisht i kam të përditshme, sepse jam në raport dhe komunikime me publikun çdo ditë. Me Spakun, nga ana tjetër në fund fare, Spaku është një institucion kushtetues. Edhe për hir të respektit për ligjin. Jo, institucion kushtetues është sepse këtu ka votuar 140 burra atje, janë ata 140 burra që votuar, nuk mbledhën kartonat jeshil. Po jo, një sekondë. Edhe Bashkia Kurbin është edhe unë jam raportues fakti, nuk jam raportues bindjesh apo pretendim. Nuk je zëdhënë si Spakut. Do them diçka. Pra, do të më kuptosh. Nuk je zëdhënë. Po thuaj pra, nuk je. Ai ishte dy punësit aty në dhe unë sapo të them që kjo lëvizje e ardhur fiks në momente kur në Durrës, Shijak dhe zona përreth Manës, Podeshët bën disa goditje ndaj disa grupeve kriminale, organizata ju thotë Spaku, se do të rrisë. Ti rris. Do biesh dakord në fund fare me mua. Po se di. Okej, qëndrojmë tek ajo, se për Spakun do kemi një temë tjetër. Kemi një temë tjetër për Spakun pak më vonë, Zhlima. Lutem, të ndalem tek kjo sepse është çështje. Dhe ndodh që familjarët i drejtohen gjykatës. Unë nuk shpjegoj dot qëndrimin, sepse Ervis Martinaj pavarësisht ishte një eksponent që deri dje nuk përmendej në media. Nuk përmendej, shumë e vështirë. Në sferën politike. Filloi të përmendej. Berisha dhe Rama kanë përmendur, kanë përshtypjen. Pavarësisht, jo, Rama jo. Rama e ka përmendur në emra drejtori i Bastave, i Dintargat, po. Shiko, po jo me emër. Jo me emër, okay, mirë, po që u kuptua. Dhe pavarësisht se nuk prekej nga media, nga politika, nga aktor, nga policia, nga gjithkush. Ai kishte një dëshirë të dukej të shfaqej, të ishte i pranishëm, ta tregonte se jam. Jam dakord. Dhe kjo nuk më konvenon me veprimet të qëndrimet e mbajtura nga familjarët, që kanë ngrit edhe këto pikpyetjet e mëdha, nëse ajo që sapo theti pak më parë, nëse familja është dhimbje, nëse për familjen kjo është dukje, dhe nëse kjo është një kështu, kjo duhet ngrihet vigjilencën. Po. Pra, me dy skenarje. Unë nuk kuptoj dot këtë heshtjen e familjes Martinaj. Dhe me thonë drejtën, unë nuk jam që familjar të japin ushqim mediatik dhe propagandistik të personave me precedent apo me histori kriminale, të dalin të mbajnë fjalime në media, por nuk sheh një qëndrim orët qoftë edhe përmes një përfaqësuesi ligjor. Për shembull, Andi, ka ndodhur vrasje në Shkodër, ka ndodhur në Mirdit, ka ndodhur në Vlorë, ka ndodhur në Elbasan. Dhe në shumicën e rasteve, kur lakohen për ngjarje emra konkret, del një përfaqësues dhe shpreh një qëndrim të hapur. Dhe ka ngel kaq shumë sekret, do të thuash, ka një sekret nga mbrapa. Dhe duke mbajtur këtë duke vënë familjen e Martinajt
në këtë heshtje që është vrastare për ata që janë kurioztar din diçka, them që vetëm sa e zmadhon atë enigmën dhe derisa të ndronë një 4-5 drejtor policie dhe 6-7 ministra, s'do të dihet gjë se çfarë. Për ta përmbyllur. Në politikë, edhe në krimin e organizuar, kemi dy gjëra të cilët spaku merret gjithmonë. Çfarë? Perceptimi publik. Pra, është politikan, është i korruptuar. Gjithë gishtet nuk janë njësoj. Ai është i korruptuar për shkak të ndikimit mediatik apo të reklamit dhe antireklamit. Bota e krimit, po njësoj. Pra, për shkak të perceptimit publik që ai person për shkak se 1, 2, 3, 4 gjëra përfshihet në disa veprimtari kriminale. Përfshihet dhe dyshohet në rast se është një kryetar apo antar apo organizator apo ekzekutor, varet vendosin çfarë të doni të cilësinë e tij në një grup të strukturuar. Por unë kur shikoj që spaku merret me perceptime dhe jo me fakte konkrete, dhe jo në rastin e flagrancës, edhe jo aty që të japi përgjigje krimit organizuar në çdo moment. Rasti kur ka ndodhur vrasje në mes të rrugës, nuk shkon vetëm prokuroria e zakonshme, shkon edhe spaku. Pse? Sepse është kundër krimit organizuar. Ti nuk e di nga se fillon krimi organizuar. Mund të fillojë nga një kafe e thjesht, edhe mund të mbarojë nga gjëra të tmerrshme. Atë referon prokuroria e rrethit. Jo, ky është mashtrim publik, sepse kodi i procedurës penale parashikon qartë. Është spaku. Jo, tani ti po thua që edhe një herë ta mbaroj aspektin ligjor. Do të ishte edhe aty ku do të ngjarja për bërë një ekspertizë, lloj verifikimi. Patjetër. Pse? Po spaku e di çfarë organike ka më. Edhe një herë, po e di shumë mirë më. Kodin e procedurës penale. Ti po thua ti japim kompetencën. Kodin e procedurës penale. Di kush e aplikon kodin e procedurës penale? Të lutem, mos u merr me atë mashtrim publik se është i tmerrshëm në publikun shqiptar. Tani nuk mund ta Kodi i procedurës penale nuk ndalon kompetencat e spakut. Po nuk i ndalon, por është pa mundur. Ma nxjerr kompetencën e spakut. Prandaj mos vute te pjesa ligjore, të lutem, vetëm këtë, sepse un kam parë që njerëzit thonë spaku merret me korrupsion dhe krimin organizuar. Spaku sipas legjislacionit procedurial penal në Republikën e Shqipërisë kufizohet për disa subjekt, por nuk kufizohet te elementi indicie për të shkuar tek prova, sepse indicia është aty te kur ndodh ngjarja dhe nuk është kur vjen momenti që thot Altin Tumani më sillni në dosje të mua këtu. Ju bëj unë provë disa kazime. Jo, një sekond. Të kuptoj këtë gjë. Kodi i procedurës penale, kodi i procedurës penale parashikon qartazi që prokurori OPG-ja në moment kur dyshon në çdo prokuror. Pse? Të kapim një rast tjetër. Kush është kontakti i parë që njoftohet nga OPG, oficeri i policisë, kur shkon në një referenca, nuk ka në bër. Duhet edhe një herë. Çfarë thot miratimi i ndryshimeve ligjore për kompetencën e spakut dhe ku do të jetë? Të lutem, kodi i procedurës penale, prokuror, iniciativë kodi i procedurës penale parashikon subjektet të posaçëm që jetohen. Të lutem, kodi i procedurës penale, të lutem herë tjetër do marr kodin e procedurës, ta hapim këtu dhe ta bëjmë analizë. Mirë. Edhe unë kam shumë, e kam në kokë edhe po të them, kodi i procedurës penale nuk përjashton prokurorët që të shkojnë në grupin e gatshëm dhe po i detyron se është si do shkosh ti të hetosh krimin organizuar. Si do të hetosh? Më thuaj çfarë parashikojnë ndryshimet ligjore. OPG-ja i zakonshëm është i korruptuar. Prokurori është i korruptuar. Si do ta gjesh ti rastin? Çfarë parashikojnë ndryshimet ligjore? Po, sepse të mundshme dhe nuk jep referimi i kazimit penal. Referimi, jo të lutem, referimi i kazimit penal nuk ka tregon prokurori. Pak në vend ngjarje apo jo? Kur ndodhin raste të tilla kriminale duhet të shkojë. Do duhet jo prokurori spaku, di posaçmi flasin. I gatshëm. Çfarë parashikon ligji? Çdo prokuror do të shkojë në vend ngjarje. Po. Çdo prokuror. Po, e ka. Problemi është që nga reforma ndrejtësie 2016-17 se këtej, po thuaj se 90% e prokurorëve nuk lëvizin fare nga kodi. As i zakonshëm nuk lëviz. As i zakonshëm nuk lëviz. Asnjëri. E më thoni mua kodin. Për herë të fundit kur unë, po një pyetje. Aty Denela nga mjesë drejtare do të thënë drejtësia. Syri im mund të jetë shumë jallakatur, Për herë të fundit që unë kam parë. Me receta, jo më bë kallëzim, thot ai tjetër. Që unë kam parë një prokuror të spakut në terren, ka qenë te vrasja e Astrit
Kalajas. Po. I gjyqtarit Astrid Kalaja. Jeni sigur që ka qenë për verifikime si prokurori i Spakut? Nuk e di, unë pash 3 prokurorë të Spakut aty. Në dijenin time nuk kanë qenë për të kryer procedura. Po mos ka rëndësi unë po të qapash. Kanë qenë si kolegë të Kalas që e kanë parë të obligueshme, ndoshta ata që i pash unë nuk kanë qenë kolegë Kalas. Dini të ketë ndonjë veprim prokurorisë posaçme për këtë ngjarje? Po nuk ka lidhje te ato atë. Ne flasim për kodin e parë prokurorët, aty jeni edhe jurist Orbur. Jo, më është kodi i procedurës penale. Prokurori i Sarandë, prokurori i Spakut do shkojnë në Sarandë që u vran njëri në lokal se i tha më bëj një kafe. Po ku e din ti që nuk ka pavitrim organizuar? Ku e din ti? Sa duhet një proces arrin në përfundim që po pse do të kemi zyra? Ti ke po këto probleme, këto e kanë marrë qafë ti marrë mendim vetëm. Një moment. Këto kanë marrë qafë popullin shqiptar, se interpretojnë kodin e procedurës penale, se na lodhen ata të cilët pagojnë 10 milionë euro. Po të them, po cilin ne kodi procedurë e ke aty më të neni. Po cilin ne? Po pritet se ne do ti tani. Të donen. Një moment. Jepja Karaca dhe pastaj po, ti jap nenin. Më dëgjoj me kujdes. Prokurori e ka detyrim, përgjegjësi dhe detyrim të shkojë në vend ngjarje. OPG-ja ka detyrime hetimore që ja ngarkon prokurori. Po. Okej. Dhe ku ti thua s'mund të ngrihet ai Spaku të shkojë në Sarandë, e para një nuk shkon në Sarandë për këtë një ngjarje të tillë kafe, sepse shkon prokurori i rrethit. Edhe ai e lajmëro. Ai lajmëro, po e lajmëro. E lajmëro i rrezikshëm. Një moment. Si ka fjalitë mia si të pëlqen. Po, jo kështu thotë, do të them nenin, Okej, një moment. Dëgjoj pra gjë. Një moment, është dhima. Prokurori i Spakut. Çaneni do. Ka të drejtën dhe detyrimin të shkojë në Honolulu. Jo, bravo. Për të gjurmuar parat dhe grupet kriminale. Po flasim në kontekstin e të freskës, ngjarja. Jo, më ku e din që është ngjarje banale ajo? Jo, një sekond. Jo, ma përfundojnë, për lutem përfundoj deri në fund. Një moment. Prokurori, po të them edhe një herë tjetër, e ka detyrim dhe përgjegjësi. Specifikojë kush prokuror zotri. Po. Po varet nga ngjarja më burr. Varet nga ngjarja. Po që ngjarje. Po kush e përcakton? Si përcakton ngjarja? E ka përcaktuar kodi procedurës penale dhe kodi penal. Do të japun një ngjarje. Ka gamën e ngjarjeve të cilat. Po dëgjoj tani sa nuk bëhet biseda këtu. Po dëgjoj. Spaku ka një gamë veprash penale të cilat i ka vetëm Spaku. Dhe çdo vepër tjetër penale e ka prokurori prokurorisë përgjithshme. Kaq e thjeshtë është. Okej. Pra ministrin dhe kryetarin e bashkisë nuk mund të shkojë prokurori i rrethit ta hetoj. Do shkojë prokurori i Spakut. Patjetër. Okej. Dhe ajo që po mundohem të them është, prokurori i Spakut dhe prokurori i çdo prokurorie duhet të lëvizin bythën nga karrigja dhe dalin nga zyra. Se krimi organizuar nuk bëhet me kallëzime. Sepse po ta them edhe një herë, nuk ndodh. Dhe në këto 7-8 vitet e fundit, me këtë drejtsinë e re, nuk duan t'ja din fare televizin. Hiç. Dhe ndodh ajo që ndodhi me kolegun ton, avokatin, që ka 2 ngjarje. Ose prokurori ishte një kokër debili, më fal për shprehjen, ose nuk e kontrolloi fare dosjen, se çaj kishte sjell oficeri i policisë gjyqësore dhe shkoi në gjykat tyç. Po. Sepse dha në gjykat një provë të rreme. Dhe në qoftë se unë në gjykat do të thjesë dola në kontekst tjetër tani do të çështjen e Elbasanit. Do çështjen e Elbasanit. Regjia të lutem për diskutuar. Do trajtojmë çështjen për sa i përket arrestimit të avokatit Uljan Bajrami nga një prokuror pra që i cili bëri kërkesën në sallën e gjyqit gjatë zhvillimit të një seance. Pra, sa po e ceke arrestimin e avokatit. Tani po më thua që prokurori paraqiti një provë të rreme. Ishte provë e rreme. Okej. Ishte një provë e rreme. Dhe avokati pasi pa dosjen për të cilën shkoi për të mbrojtur klientin e tij, vëreti që ngjarja sikundërisht e referuar nga organi i prokurorisë nuk rezultonte e tillë. Pra çka kishte shkruar organi i prokurorisë? Kishte shkruar që filan person i cili ishte vënë në pranga, kishte kundërshtuar forcat e policisë, madje ishte zënë me forcat e policisë, mezi e kishin futur në furgon e bla bla bla, histori të tilla. Pra një histori e tillë, kundërshtimi i forcave të policisë dënohet 3 vjet burg vlla. 3 vjet e lart, 3 deri në 5 është. Pra ti një person ti postis një ngjarje për të futur në burg dikë. Dhe i prodhon një është provuar kjo që prokurori që e ka stisur. Po është video më burr.
Okej. Tani çfarë ndodh me prokurorin? Avokati na arrestuan. Mos më bëj Jo duhet të shpjegoj të gjitha këto çështje. Po ti ma thyen shumë mbaroj me përgjigje për këtë. Okej, mbaroj dhe përgjigje. Avokati, se shqyqy zotit jemi në kohën e internetit, më ka video gjithandej tani. Okej. Kishte marrë videon e lokalit dhe aty dukeshe as i qarë që personi i fjalë kishte shkuar dhe ishte futur në furgonin e policisë pa bërë as edhe një lloj kundërshtimi. Okej. Ndërkohë që në letra ishte shkruar tjetër gjë. E ke pasur të videon avokat? Unë i besoj avokatit. Okej. Jo, më fal. Jo, unë i besoj avokatit. Sepse ka dy gjëra. E di pse e them këtë? Duke unë ishte edhe si avokat vet. Ne nuk kemi guxim të themi një gjë të kundërt, se e dim shumë mirë që shkojmë kokër prumin burg. Po pse vetëm burgu trem më? Po kush të trem këtë vonë? Ndonjëherë mua më trem edhe idealista. Jo, mua më trem shumë burgu, do më diti. Okej. Unë si njeri i ligjit e kam shumë frikë ligjin. Daç me dit, po të them një herë, unë e kam jashtëzakonisht shumë frikë ligjin. Unë besoj edhe në Zot prandaj. Po unë po them domethënë si njeri i ligjit të burr. Në Zot mund besojmë të gjithë. Po unë po them si njeri i ligjit, unë kam frikë ligjit. Në rastin konkret po them ishte prodhuar. Tani ka dy arsye. Ose prokurori. Po si ishte ligji nuk e bëja. Po ose prokurori nuk e ka fare dosën, nuk e ka verifikuar më. Ja ka sjellë oficeri policisë gjyqësore, i ka prodhuar një ngjarje që nuk ekziston, ka shkuar aty, as e ka verifikuar fare, ka filluar. Po unë dyshoj që është kjo, sepse po të ishte kjo, reagimi i prokurorit nuk do të ishte i tillë. Do stepe do thoshte prit Allah se ndoshta ka drejt ky. Jo, ai po mbronte pa drejtsinë e tij. Se po i thoshte, unë ta arrestoj në vend ty, si ka drejt asbiu dikur. Edhe gjëja më skandaloze është që ata që nxjerrin materialin audio e pren diskutimin dhe debatin gjyqësor. Kush e nxorri? Prokuroria ose gjykata. Gjykata ka si ministria janë ato një organ janë. Çfarë diskutimin ku zotëria dëgjohet në zërin që largohet avokatit Bajramit, që thotë, shiko të nderuar, do t'ju kallëzoj penalisht. Me mua do të përballeni para hyrëve të drejtësisë penalisht. Pra ky është kërcënimi le të themi. Ky zëri vjen duke ushuar tek materiali fillestar që u publikua në disa media. Tani vetëm gjë që janë marrë mediat gjatë këtyre ishte pse thaje personalisht. Tani për ne të dy që rrim ande në për ato sallat e gjyqeve, ai debati për mendimin tim ishte debat intelektuale quaj. Pse ka dhënë keq aty? Po hajde një herë shikoj se çfarë debati po. Ka në sallë gjyqit ku janë përdorur zhargone kështu. Edhe janë rikthyer është ndërprerë seanca, kanë dalë jashtë palët ose janë rikthyer për të njëjtën ditë ose të nesërmën dhe dikush nga palët ka marrë iniciativën për të shkuar për t'i thënë fal. Ne mund mos harrojmë përgjimet që dolën nga çështja Velie, që i thotë Dumani apo Zdadu Mashtrus, pra ka kështu, ë? Avokati që tha idiota i tjetri. Ka tension. Gjitha ka tension. Pyetja është këtu. Avokatit, nëse jemi në avokat, edhe mund t'i lejohet. Së është pala kundërshtare. Po, bëhet një kundërshtare dhe një prokuror për të sulmuar një avokat. Kurse prokurori vëllahor, çka ke ti më burr? Ti ke letrat përpara. E ke futur në burr kat tjetrin aty. Po. Se djegmiza më burr. Ti ja ke fut më ata, çka ke ti? Çhalli ke. Çhalli ke më të çka të shqetëson ti? Diçka të shqetëson, ka bërë një padrejtësi. Lere këtë. Tani lere këtë. Po ti si gjyqtare ç'pun ke? Se ti je mbi palët, ti mbi palët. Dhe prit tani se këtu e kam merak një gjë. Se kisha edhe një debat djeshëm tek një media tjetër dhe më bëj një pyetje e tillë që më ngeli merak që nuk e shpjegova, dua ta shpjegoj këtu. Shpjegoje. Bëhet tha pazar, tha avokati janë kthyer në sekser. Ore. Është dëgjuar kjo. Po dëgjoj atë është nga unë. Po, atë. E para. Trupa e avokatëve është mbi 10 a 15.000, a 20.000. Në gjithë Shqipërinë. Gjithë Shqipërinë, nuk e di. Po, është në 13.600. Nuk e di fiks, nuk e di. Trupa e prokurorit dhe gjyqtarëve nuk i kalon 800 a 900. Okej. Efektiv, nuk i kalon kaq. Pra raporti është shumë i madh. Dhe raportin 800-ja për të gjetur të korruptuar dhe te raporti 8.000-ja për të gjetur korruptuar, ku është? Ku është probabiliteti më i lartë të gjesh tek ku janë 13.000. Okej, e para e dyta. Ku ti thua bëjmë sekser ose bëjmë pazar? Ore, me kë? Me kë e bëjmë ne? Sepse ka shitës, ka dhe blerës. Po, prokurori dhe gjyqtari. Prit pra. Po dëgjoni më një herë ta mbaroj. Am pyetje me kë bëj. Prokurori dhe gjyqtari ne bën avokat. Po avokati Ilir Meta se na akuzë bën korrupsion. Po duron. Pritja shpjegoj mos të lutem, nesër shikoj këtë. Kur thonë njerëzit që dalin aty thotë avokatët janë sekser sepse korruptojnë se bëjnë kështu. Me kë e bëjmë ne? Me kë avokat? Po prit, ti do të shpjegoj. Se mu bëres mos si po ma kthem përgjigjen o burr me prokurorin e gjyqtarit. Të lutem, ma kthem përgjigjen me kë? Shpjegoje se kishe merak.
Ore, pa do qepësh që të flasë? Po s'mund ta qepun, po nuk e shpjegove dhe i bie gjatë. Bie i shkurt valla, me kë bëni korrupsion. Ore, po e shpjegoj, s'ta kisha thënë 10 herë deri tani. Jepi. Po të themi një tjetër, ku ka pazar ka blerës dhe shitës. Në qoftë se ne jemi shitës, blerës kush është? O prokurori ose gjyqtari. Pa mund mos konsumohet vepra penale, mund mos arrijë qëllimi kriminal. Dhe e dyta, prapë në ndërprerje. Pas keni fiksim. Dhe e dyta, jo pa qëllim në kodin penal, korrupsioni pasiv dënohet më shumë se korrupsioni aktiv. Në qoftë se unë jap dhe ti merr, ti dënohesh më shumë se sa unë. Pra ti si prokuror dhe si gjyqtar, dënohesh më shumë se sa unë, o zotëri nderuar. Tani pyetja e tjetër pas kësaj. Më thuaj ti mua një prokuror apo një gjyqtar gjatë gjithë kësaj periudhe kohë, që kanë çuar njëri tjetrin burg se ti më dhe lek mua apo unë i dhash lek atia. Avokat, po prokuror gjyqtar. Sepse këta janë një korrac, aq e fortë. Gjyqtar, spaku i ka arrestuar. Unë po flas me njëri tjetrin ti na thon akoma apo le. Kemo pa gjatë spaku. Ke pajtim me vetaun. Po ke Edmond si ka i prokuror Xhvair Litën. Ke, kupton janë një sër, është ai i Glorës, ish prokurori. Po. Kthej përgjigje. Po, okay. Po s'bëra pyetje që të kthesh. Po ja për këto treja. Po, për këto tre raste që the. Pajtimi fedaur e kanë nxjerr media. Është kok turku e medias. Po. Një. Dhe është totalisht e bërë nga stopi dhe bravo i qoftë. Një. Këto dy tjetë, ai Xhvair Lita ka qenë skaj e Kroçatis. Po që për të nuk e kishin nxjerr sa të ishte jeta. Sa të jeton ta? Dhe avokatët në përqatra kanë dalë, se s'kan dalë për shembull në kështu. Pse më? Po nuk është. Po mos ndalemi se. Ja ku e ke arma të traga që isha e titër nuk është ashtu, janë kapur. Në skaj ka. Po jo, janë kapur dhe me para në dorë, duke e dhënë pala. Ja marr parat, nuk është kështu. Mirë, avokat. Ajo që unë po thoja, ajo që unë po mundohesha të thosha, këta me njëri tjetrin e ruajnë aq shumë vjedhjen që bëjnë me njëri tjetrin. Po. Vjedhin, a janë aq ustallar, se prandaj ajo gjyqtarja e mbron me istikam prokurorin. O sotrin. Ai thoshte do të kështu se do më 15 herë se do them një fjali, nuk mundesh ma. Po bëj shkurt me avokatën, se nuk ka minuta, kemi jemi 4 veta këtu. Avokati bie shkurt. Ka blerës ka shitës, jemi ne. Blen prokuror gjyqtar kaq, nëse blien. Jo ne, po nuk i blen nga lekët tona. Nuk i bleni ju me lekët. Po mirë, o zotri, ti je prokurori, unë jam avokati. Unë vita afroj lek ty. Nuk e pranoj. Pa atere! Po si pranoj pra? Po ku është sekseri këtu? Po ku është sekseri këtu pra? Nuk e di. A magjita. Tentativë për korrupsion. Tentativë për korrupsion. Janë metoda ekstraligjore. Etohet tash i prokurori? Prokurori që bëri arrestimin? Tani prokurori ka kaluar Tiranën administrative nga në dinin time nga avokati. Okej. Bajrami. Po më shpjego pak. Po, ja bë. Më shpjego një kallëzim penal dhe më shumë gjas do të ketë edhe veprime, nuk e di se në çfarë sfere për cilën është vepra penale ndaj prokurorit, nëse do të jetë çështje që do të depozitohet në SPAK apo në tjetër hetues, por natyrisht veprimet e një zyrtari drejtësisë janë kompetencë e prokurisë posaçme. Ka që të thoja. Okej. Megjithëse çështja tashmë është në prokurori Tiranës, Zhdima. Unë do të merr fare me këtë aspekt sepse do të hetohet, po unë do të merr vetëm te rasti i vulgariteta ajo e Tiranës. Gjykatës e cila i tha ti të avokatit kur po mbronte me kaq shumë dashuri klientin e tij në aspektin profesional flas, duke e mbrojtur e duke i treguar gjykatës që në një mas sigurie ti nuk mund të pranosh çdo fakt ose çdo rrethan që të sjell prokurori dhe nuk përputhet me realitetin, ajo i thot fjalinë e famshme o do ta qepësh ose do të përzej për jashtë edhe do të zëvendësoj me një avokat tjetër. Pra, në atë moment, ajo gjykatëse ka cenuar prezumimin e pafajësisë ndaj atit klientit që kishte avokati, një, ka shembur atë që ne të gjithë presim reformën e famshme në drejtësi që është pa drejtësi dhe pothuajse e njëjta ngjarje ka ndodhur edhe në SPAK ku prokurori SPAK-ut ka shar një avokat idiot. Por puna është kjo, që avokati bënte lavazh SPAK-ut, s'doli të thoshte që ato janë prokuror të këshime nivel të ullët, se i bënte lavazh avokati, dhe këto gjëra janë që na çojnë ne në një situatë kaq shumë të keqe për profesionin ton. Zotëri, nuk jemi të gjithë të korruptuar, nuk jemi të gjithë sekser,
Edhe nuk do të bëhemi kurrë si sekser ndaj atyre të cilët senojnë të drejtat e lirisë të njerëzit. Krye. Faleminderit. Do të thotë që ata të cilët duke thënë. Po ju nuk kam lidhje unë me se të bëjmë sekser, do të bëjmë sekser. Një pjesë e njerëzve që janë pa pajtueshmëri me ligjin. Jo, unë nuk bëm kurrë sekser për hallin tim, jo më të bëjmë hallin e tjetër që vjen në zyrë. Jo, ta them edhe sinqeritet. Edhe sinqeritet. Nuk ka bërë këtë gjë edhe për hallin tim, jo më për hallin e tjetër. Atë dëgjoj edhe një fjali të fundit për këtë çështje këtu, sepse këtu dole tek neve. Deri para pak ishte tek skena e të vras të pres. Flasim me tonë të lartë. Avokat, ne ti e di që tu skenë krimi ti trajton të gjitha, krimin, drejtësinë, ligjin. Po mi pa, me që se dole të skena jo, na le ta themi një fjali më shumë. Patjetër. Milës kam kënaqësinë ta dëgjoj. Atëherë, tu nuk është qëndron thjesht problemi të ajo që ndodhi. Problemi që ndodhi tek ajo që erdhi. Ti sot je e mërkur. Historia ka ndodhur ditën e shtunë. Iku e diela, e hënë e martë e mërkur, ti ke 3 ditë. As KLP, as KLG, as ILD nuk ka dalë në mënyrë absolute me një reagim. Kjo është e turpshme. Nuk kemi çfarë emri ti vesh. 1. E dyta, ka KLG-ja nga një anë dhe KLP-ja nga ana tjetër, gjën kryesore që duhet të bënte është minimalisht pezullonte gjykatësin, prokurorin dhe oficerin e policisë gjyqësore. E pezullonte, unë nuk po i çej gjotim. E bën prit pyetje, e bën këtë pezullim mbi bazën e asaj se çfarë dëgjoj apo kryet një hetim? Ja ta shpjegoj atë. Më shpjegove këtë. Në momenti kur në ditën e hënë prokuroria e Elbasanit e nxorri nga burgu avokatin, duke thënë që këtu s'ka vepër penale fare, pra ky nuk duhet, ne s'duhet ta çojmë as në gjykat, se nuk u shkoi çështja për masivitet. Se nuk u çu. Se nuk u çuan mas. Se aty do ishin degeneru fare. Se aty do fix, nuk u çua fare. Këtu s'ka vepër penale. Atëherë ka 2 gjëra. Përderisa ti thua që nuk ka vepër penale, zotëri i nderuar, prokurorin që e ke aty, pse nuk e pezullon? Se ti vetë po thua që ajo që ndodhi s'ka vepër penale. Tani prokurorin pse nuk e pezullon? Unë nuk po them ta heqësh nga puna, ta varësh. Ka shpjegim kjo apo thjesht është kështu ndërtua kjo reformë, kështu kemi arritur të pikë? Ore, nuk shikoj ligji, janë njerëzit, janë edhe njerëz. Ligji është bërë një lloj për të gjithë. Dëshira për ta zbatuar ligjin është sipas dëshirës time. Tani dhe unë po ta them. Jo. Po mirë më jap shmenduri pastaj. Unë lodha sot. Më dëgjon deri në fund një fjalin kur i flas më. Duhet të OPG-ja, sepse ka ndaluar një avokat. Nuk ndalohet avokati më zotërin e nderuar. Sepse ne na mbron ligji, më shumë se sa qytetarin. Po, sepse jemi në konflikt gjithmonë. Dhe nuk ndalohet me indicie nga OPG-ja. Kush është OPG-ja? OPG-ja ka vetëm një të drejtë ligjore të ndalojë dikë, cilin do qytetar në Republikën e Shqipërisë me indicie. Kur e shikon duke kryer veprën penale dhe nuk ka mundësi që ta lajmëron atë sekond prokurorin për ta arrestuar. E bën vetë. Është banja 5 orë aty në komisariat. Vetëm atëherë. Okej. Po jo kur ngjaja kishte ndodhur ditën e premte dhe këta e arrestojnë ditën e shtunë. Mas dite. Pra 24 orë më vonë. Me indicie. Vetëm nëse ai do të kishte dhënë ndonjë deklarim avokati, bëhet kjo në deklarim që e fajson veten aty. Po, që nuk edhe aty nuk i komunikohet pa prezencën e një avokati tjetër. Edhe tjetra, nuk ndodh më që të vishe të marrësh ti telefonin tim në Tiranë. Unë jam i dhomës avokatisë Tiranë, në qoftë se nuk ka aty Maksim Axhia, kryetari i dhomës avokatisë Tiranë. Deri në këtë pikë jeni të mbrojtur. Kaqi. Okej. Në Elbasan do të ishte Demir Çiftja, kryetari i dhomës avokatisë. Kryetari i dhomës avokatisë Elbasanit duhet të ishte aty dhe atëherë është ti, duke pasur indicie të forta se telefoni do të ishte vepër, do kishte krim. Dhe të gjitha këto, për mendimin tim, telefoni ti u mor, nuk ka një proces verbal, a është bërë këqyrje. Po fare, e kanë kthyer sot këtyre Tiranës. Po çfarë ke bërë gjatë kësaj kohe? Po mima unë kam gjithë drejtën e Zotit, po të ma kishin marrë. Mua unë do t'i jethja jo në gjyq tani se do i them, unë ka aty kam fotot e kalamajve të mi. E qartë. Po. Fotot intime. Po, çfarë do lloj më gjëra personale që i kam unë në telefonin tim? Ku është e drejta, më ku është privat? Po çfarë mati më të nxjerr tani, kush je ti më? Dhe ajo për të cilën po duhet të flasë një herë tjetër ta kupton njerëzit. Ajo si prokuroria frate. Si është e mundur më zotërinderuar që kryetari i KLG-s, zoti Ilir Rusi, kryetaria e KLP-s, Mirela Bogdani, nuk dalin, nuk kanë guximin, ishte dje në komisionin dhe do ta shikojmë ne ta hetojmë çështjen. Po s'ke turp? Okej.
Okej, avokat, besoj të lam ti thoje gjithë ato çfarë patë për thënë, ndoshta më pak vështirësi, ka shumë për thënë. Leonard Garaj ka gjithmonë shumë për thënë. Një çështje tjetër për cilën ne do të besoj Zhlima u krye me këtë. Jo, unë kam thënë te ky, jemi te Kushtetuta 1976 ku bën pjesë SPAK-u. Sipas në 104 të kësaj kushtetute, ku mbi të gjitha është prokuroria, si ajo e zakonshme dhe ajo e posaçme. Okej, faleminderit Zhlima. Patjon, ç'po ndodh në SPAK me këtë garë? 4 emra, kush është më i favorizuari, kush po goditet, se kemi parë dhe lajme. Shpëtimtarët e fëmijëve tanë janë futur në një proces të edhshëm për të zgjedhur kryeshpëtimtarin. Dhe ky proces i edhshëm shoqërohet natyrisht edhe me lobime të fuqishme u pranuar nga shpëtimtarja KLP. Kjo nuk më besoj fjalin i qeni atë shpëtimtar se është e pavlerë. Mos talleni me publikun. Mos u talleni me publikun. Jo, s'po tallem, është çështje. Jo, nuk e. Mirë, është një referencë. 4 njerëz të cilët kandidojnë, ëh. Po tani më lejo për të pasur më. Është kjo, sa shumë kam qesh. Okej. Dhe jo, pyetja që të bëra aty ishte e tha zonja Bogdani që po pranoj lobimet. Se u pyet diku në komision. Nëse ishte problematika në garën për SPAK. Shiko tani të kthehemi te notat. Ka lobime pra. Të kthehemi te notat serioze se unë nuk kam fëmijë akoma dhe ata nuk janë shpëtimtarët e fëmijëve tanë. Okej. Dhe po ndryshojmë. Ka një gjë të edhshme që unë nuk e kuptoj kur do duhet ishte e gjitha procedurale. Ka emra të vequar prokurorësh që po leqiten, po edhe po denigrohen, por edhe po sulmohen. Ka të tjerë që po përkrahen, por historia ka treguar se me vullnetin e padishahut dhe nga përteja e oqeanit do të jetë natyrisht edhe drejtues i jashtëm për 3 vite i prokurisë posaçme. Po ka një gjë se padishahu që i referohesh besoj, ndoshta në këtë rast, ndoshta kryeministri dhe përteja e oqeanit mund të ketë një konflikt në këtë histori, kështu që e mbani mend se sa u konfliktua me Juri Kimin. Një konflikt mediatik. Si ishte ajo trigu? Një konflikt Tigri 1, Tigri 3. E mbani mend për atë vit që Rama i përgjigjet Kimit. Po ishte Tigrit 1, Tigrit. Jo, nuk është histori tjetër ajo me Juri Kimin. Po nuk besoj që është histori tjetër e emërimit të asaj aty. Është tjetër histori, Zhlima. Procedim penal kjo është, po thjesht po e zvarrisin thjesht, Dhe u pa qartë se çfarë ndodhi aty dhe vetë antarët e KLP-s mbetën të drejtiku të. Dale, Zhlima, të lutem. Të lutem Zhlima se. Jo, Zhlima, të lutem. Po nuk mund të dëgjoj këtë gjë. Jo, do ta dëgjojmë sepse Fatjoni është një nga gazetarët për shumë vitesh i cili sigurisht raporton për drejtsinë dhe kur flet dua ta dëgjoj. Ato ngjarje që raporton, të lutem ta mbajmë, vetëm sa ta mbajmë serioz. Kur të vinë fjala për ty ndoshta mund të japsh ato, por do doja që ta bëjmë diskutimin serioz për zgjedhjen. Po ja edhe mendim. Të bie. Shiko, drejta jote. Gjithçka merr fund në mes. Pra po thua që ka lobime, ka dhe anatemime për ka sulme ndaj prokurorëve të caktuar që mund të jenë sulme mediatike, mund të jenë sulme të brendshme, por sigurisht ka dhe përkrahje. Në këto kushte jemi. Po. Kush është emri që po sulmohet, kush është emri që përkrahet? Po, për shembull është rritur fushata, sidomos mediatike, e sulmit ndaj prokurorit Klodian Brau. Ka patur një fushatë gjithashtu diku të fortë edhe ndaj prokurorit Elvin Gogaj që i kanë përmendur shkollën e magjistraturës dhe rikthimit për ndjekjen e një viti të shkollës, ndërkohë që KPA-ja tha që është i pakorruptueshëm në mënyrë të formës prerë, përfundimtare, ka integritet profesional etj. Dhe natyrisht janë 4 kandidat. Po. Njëri prej tyre do të zgjidhet drejtuesi i SPAK-ut. Unë e shoh diku atë gjuhën që po përdoret ndaj Braus edhe si një çështje të lidhur me dosjen Toyota Yaris. Ndoshta Brau është treguar dhe po shpaguan gjunahet e veta me atë dosje. Se çka bër? Sepse perceptimi publik për atë dosje është që nuk i ka shkuar deri në fund. Pavarësisht se ka një sër, është ndarë siç është ndarë në procedime, ka të tjerë persona në hetim, po, meqenëse edhe zotin Berisha në artikulimin publik që ka mbajtur sidomos tek paraqitjet e tij në SPAK, ku ka përmendur Taulant Ballën, ka përmendur një sër eksponentësh krimit që ndikojnë në ndërlidhje mes politikës, gjyqësorit
prokurorisë, krimit organizuar, të shkrirë edhe të medias. Dhe janë denoncuar nga zoti Berisha, por janë pjesë edhe të fashnikujve të SPAK-ut që për një pjesë është ndarë procedimi dhe ndoshta kjo mbajtje në ajër e këtij procedimit është kthyer edhe një bumerang për situatën ku ndodhet brava momentalisht që as nuk bën dot veprime për këtë dosje. Në këndvështrimin tim, gjithnjë, duke qenë se është shumë pranë datës kur do të bëhet votimi në KLP, por edhe unë e shoh gjithë të ushqyrje ndaj ti edhe të lidhur me veçanërisht këtë dosje. Por është dosja 5D e tjerë me radhë. E qartë. Do ta shohim, unë njëri prej të katërtve do të jetë drejtuesi i prokurorisë së posaçme. Unë nuk shoh se ndonjëri prej katër emrave do të bëjnë diçka të jashtëzakonshme për 3 vitet e ardhshme. Shqipëria do të jetë e njëjtë. Ne do vime edhe të debatojmë nga pyetjet tona dhe kritikat tona që natyrisht duhen dhe janë të domosdoshme. Edhe për mënyrën se si funksionon sistemi i drejtësisë, do flasim edhe për dekonspiracione, do flasim edhe për lëshime, do flasim edhe për veprime ekstraligjore dhe për ndjekjes personave që dalin kundër rrymës apo që prishin balancat politike etj. Me radhë. Zhdima, i dëgjove këto që po citonte tani së fundmi? Në datën 18 dhjetor, shqiptarët do mendojnë se do të jetë një kryeprokuror i ri apo i re, se është edhe një grua mos gaboj kandidate. Doloreza Musabelliu, po. Unë them që ai i cili do të kandidojë dhe do të marrë drejtimin e prokurorisë së posaçme ka një detyrë. Në rast se arrin, mirë, në rast se nuk e arrin, do jetë njësoj se zoti Domani. Cila është detyra? Të marrë sipas nenit 287 të Kodit të Procedurës Penale regjistrin që ekziston aktualisht në kryeministri dhe thjesht zoti Domani ka stilo lapsën dhe vendos emrin ndaj personit të cilit do të kryet një masë sigurie. Çfarë regjistri? Kjo nuk kupton regjistri referimeve të veprës penale. Që thot ai regjistër ndodhet në kryeministri. Ai regjistër është aty dhe pikërisht dikush nga këta që do të emërohet duhet të bëjë një detyrë dhe misioni është i vështirë. Shkoj ta marrë atë regjistër që është në kryeministri edhe atë shkoj te institucioni kushtetues që është SPAK-u. Pra se duam të futemi në shinat e kushtetues. Çdo ky regjistër aty po ta thot në mënyrë Jo, po mirë. Po më shpjego pak. Çfarë figurative të lutem? Të lutem. Jo, raste konkrete shumë figurative unë s'mund të lau s'kaq në ajër avokat. Jo, me sa po kuptoj unë, Rama thot ka një regjistër të personave që duhet të jenë subjekt i SPAK. Patjetër. Edhe SPAK duhet dhe SPAK-u e merr atë regjistrin sipas bëhet thjesht transferimi atë të regjistrit. Dhe atë duhet ta bëj prokurori i ri. Në rast se ai prokuror është i aftë dhe don të japi atë që duhet tek populli shqiptar, të drejtën dhe të vërtetën gjatë hetimeve dhe jo të bëj statistika afërmendësh që u përmendën ndaj një institucion që është në kuvend që tha afërmendësh ose më fal të këshilli i prokurorisë për të bindur ata të cilët e kanë emëruar, e kanë zgjedhur edhe përzgjedhur zotin Domani, fjalinë afërmendësh është ajo që pikërisht ekziston në kryeministri, bloku, regjistri. Pra nga 2022 mos gaboj deri më sot, ai blok ndodhet në kryeministri. Faleminderit Zhlima. Leonard Karaj, ç'mendim ke për kreun e ri të SPAK, drejtuesin apo drejtuesin që do të marrim ka porosi amerikanësh apo jo dhe ky regjistri që po përmendte në mënyrë figurative, Zhlima e ka kryeministri emrat ndorse kush goditet apo jo. Zhlima thotë që nuk është figurative. Jo, nuk është. Aty është. Ti ashtu mendon, po, gjithsesi e drejta jote. Tani po ta kujtoni para 3 vitesh ku bëhej përplasja zgjedhjet në SPAK Domani kundër Edvin Kondilit, kishte një ka qenë edhe Adnan Xholi kandidat. Po përplasja ishte midis Domanit dhe Kondilit dhe Kondili ishte personi të cilin domethënë e perifrazoni më së shumti rrjetet e majta të maxhorancës të pushtetit dhe ndërhyrja e ambasadoresës aso kohë ka qenë pikërisht për këtë arsye sepse u bë goxha problematike edhe në media emri i zotit Kondili. Dhe erdhi që zoti Kondili humbi. Tani uroj që të mos jetë e njëjta histori dhe për zotin Klodian Bravo, sepse emri i tij gjatë gjithsej periudhë kohore është përmendur për keq, jo për mirë. Edhe për shkak domethënë të implikimit të tij, ndoshta se ka menduar pa dashje me një antar të KLP-s, zotin Zeqir Hoda,
duke qenë se ai ka qenë një nga personat që ka votuar pro futjes së djalit të Zeqir Hodës në BKH, Ditmir Hoda. Dhe si e tillë i bie domethënë që të ketë një konflikt të pasur interesi dhe tek votuesi. Është emëruar djali i zotit Hodaj? Po, është emëruar. E keni të sigurt? Po. Dhe i bie domethënë që të jetë një pjesë e personin fjalë, i bie domethënë që të jetë një lloj konflikti interesi. Për ta hequr këtë përgjegjësi nga vetja, ndoshta Klodian Brau aso kohë para pak kohësh, ndoshta nuk e kishte menduar që do kandidonte, por nëse ka menduar të kandidonte, duhet ta kishte hequr veten nga ai komisioni që emëroi, se nuk emëroi vetëm zotën Ditmir Hoda, por dhe persona të tjerë në BKH. Pra kjo është e para. Dhe përtek saj është përfolur si një person kush ka dashur që t'i bëj lobbying, brenda apo jo, në media, si një person i cili e duan amerikanët, se ka bërë këtë apo ka bërë atë. Unë nuk i besoj këto përradhat me Amerikan, sepse këto përradhat me Amerikan ishin ato të cilat bëndin edhe në 2022-shin e njëjta histori edhe e njëjta gjë. Unë kam një besim tek vetja ime dhe shikoj domethënë që në këto kate kandidatura e zotit Adnan Xholi, për mendimin tim është më e mira. Për mendimin tim është më e mira, madje nuk do hiqja këtu edhe zonjën Musavelliu, e cila gënjeshtroi avokat deklaratën e sapo bërë nga ju dhe media që të saktuara që e kanë marrë si referencë vendimin e për emërimin PSOPG. Intervista e strukturuar me gojë. Po, me kandidatët për hetues financiar në sektorin e hetimit financiar do zhvillohet ditën e njëjtë, datë 23/10/2025, në godinën e prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kandidatët do të njoftohen individualisht për orën e caktuar për zhvillimin e intervistës. Ajo çfarë ka ndodhur këtë ditë me lakimin e këtij emri, e them sinqerisht ta them këtë radhë, se kam bërë ironi disa herë, sepse qëllimet e mia publike dihen për strukturën e posaçme antikorrupsion, por kur bëhet diçka e padrejtë, unë i them e padrejtë edhe pikë, sido që të jenë. Ashtu mendon ti që është e padrejtë. Sa është data sot avokat? Data sot është 22 e mërkur. I 10 është? I 10 jemi, po. Nesër atëherë ta konfirmojmë. Pra, këtu është edhe djali i bie që do të jetë djali i zotit Hodaj. Që ende nuk është emëruar. Hoda. Zeqir Hoda. Okej, atëherë këtu është kandidatë. Ata duhet të përgjigjet tani. Atëherë Ditmir Zeqir Hoda është i gjashti dhe do thotë që ende nuk është kryer, është kandidat. Është kandidat. Okej, nuk është emëruar. Mbaroj fjalin. Klodian Brau dhe asnjë nga anëtarët e komisionit nuk e kanë dhënë ende firmën e tyre, nëse ky person do të jetë hetues financiar. E dyta, në mbledhjen e KLP-s të zhvilluar ditën e hënë mos gaboj, në orën 10, Zeqir Hoda ka bërë një deklaratë. Nuk e shoh veten përgjegjës në lidhje me këtë situatë, por duke qenë si është hapur një debat publik e mediatik për këtë çështje. Për momentin unë do rriqem nga votimi për të kaluar dhe miratuar listën e 4 kandidatëve për kryetar të SPAK-ut, derisa edhe unë ta sqaroj vetë pozitën time, por edhe Këshilli, ku unë jam njëri prej anëtarëve të tij, do dalë me një qendrim se çfarë qendrimi duhet mbajtur për këtë çështje. Pra, në këndvështrimin tim është një informacion dashakeqës për një nga kandidatët e SPAK. Unë e kam shumë inat Klodian Braun, edhe tani e kam prodhuar një... Kam qenë me ty. Jo nuk e thot. Apo ndoshta po nisa kështu për faktin se po sepse të po të përgënjeshtroj. Nuk the po përgënjeshtroj. Po të do të thot me mua. Ne shikojmë, unë thash me ty dhe me gjithë ne bëjmë debat, tani bashkë. Unë shipen e kam shumë fort. Ishte gjë e pasaktë ajo që tha. Ndoshta nëse u preket nga artikujimi. Jo, s'u preka fare, unë nuk prekam, unë kjo gjë e tillë. Ajo që tha ishte gënjeshtër. Ardi ka qiçpar i prekur. Ajo ishte gënjeshtër. Ardi ka qiçpar që s'fahmon. Ajo ishte gënjeshtër. Sa lëm flasit tash gjinoj. Ishte në kontekst biseda. Ju tha që bravo, ka firmos. Okej. Domethënë është një lajm që u përgënjeshtrohet për gjithë rastet kështu. Pra, nëse ndjes shumë, nëse Klodian Brau do të afirmos emrin e zotërisë, edhe Zeqir Hoda do të votoj në Këshillin e Prokurisë për këtë lloj kandidati të votoj, edhe sikur të mos votoj për Braun, se vota mos gaboj është, jo mos gaboj, por është e hapur, bëhet me ngritje dore. Zeqir Hoda do të votoj në atë mbledhje Këshilli, do të jemi pari, do vim prap pas ashtu edhe çfarë
nuk do t'i bëjmë të dy bashk. S'kam nevojë fare ti. Jo për gjë, po është nuk qëndron. Nuk qëndron. Nëse Bravo e voton. Pse ju mendon se ka shtet së drejtës këtu ne po luftojmë për shtet së drejtës. Fjalën kam avokat. Sa ti marrim? Jo, ta sharoj këtë pozicion. Sa ti, okay, e kuptuam, domethënë nuk po vini shtruar. Nëse Bravo do të firmos projektin financiar djalin e Hodës dhe Hoda do votoj për Klodian Braun, kjo është aferë. Okej. Përderisa fakti nuk ka ndodhur, nuk është asgjë apo. Okej, përfundoi një Gjinaj, faleminderit, përfundoi. Përderisa fakti nuk ka ndodhur, unë se kuptoj domethënë se prap të kthehem te ajo pse të djeg miza. Nëse fakti nuk pas ka ndodhur, ky Zeqiri pse pas ka dalë? Nëse fakti nuk pas ka ndodhur, pse dalin këto? Pyesim Zeqirin se unë di. Po, më pyetin Zeqirin tani, unë zërit merrem me Zeqirin përse po më çudit. Po interpreton ato që thash unë, nëse fakti s'ka ndodhur, nëse po a ka dalë Zeqiri më po pra, atë nuk e shoh të arsyeshme tha. Në qoftë se e marr si zgjedhje individuale. Në qoftë se nuk jam i pastër në ndërgjegjen time, unë nuk shkoj të përgënjeshtoj asnjë gjë. Jam i pastër dhe thuj ç'a dush për mua. E di Zoti lart se sa i pastër jam. Okej. Tani në rasti konkret, përdesa ta thotë dhe kryetaria KLP-s që aty po bëhen lobinge, dhe kjo nuk është në hata e madhe, nuk është në çudi në këtë vend, se dihet 11 janë ata. Çfarë do bëjnë? Janë 4 kandidat. Do ketë aty luftë për të marrë atë histori. Po përtek saja, unë e shikoj me syrin tim dhe them, midis këtyre të 4-ve unë do kisha dashur. Po t'isha unë votues, do votën tim do japja midis o Doloresës ose Adnan Xholit. Po kjo është personale. Po se mua nuk më ndryshon. Sa thoni nga këto 4 emra, unë për shembull do t'ja jepja votën Behar Dibrës. Ai skandidor në kandidor. Domethënë në rastin konkret avokat. Në rastin konkret, disë këtyre emrave zgjodhi këta dy. Do t'ja jepja dikujt tjetër që kam ke shokore, rigiditën, po asaj skandidon. Tani çfarë do të bëjë unë? Ke informacione të forta. Jo, e nxjerra kur, po. Zhdima, diçka për ta përmbyllur për këtë sepse kam edhe një çështje të fundit, do flasim vetëm pak minuta për ç'po ndodh me aeroportin e Vlorës sepse ka një paqartësi. Atëherë nuk kam çfarë të them. Nuk e çfarë do flasësh vetëm atëherë regjistrin ta marrë dikush nga këta po është i zot nga kryeministria, këtë them unë. Unë them se regjistri është akoma në SPAK. Mirë, të lutem regjia do të kalojmë me sigël për diskutuar edhe çështjen e fundit për sa i përket koncesionit të aeroportit të Vlorës, si duket se ka nisur një përplasje e madhe dhe një debat mediatik midis dy investitorëve, tashmë me Bexhet Pacollit, i cili zotëron kotën më të madhe të investimeve në këtë investim pra në aeroportin e Vlorës, po ashtu edhe një tjetër, le të themi bashkërtak, po se çfarë ka ndodhur, unë kryesisht do ta bisedoj këtë çështje me dy avokatët për kuptuar pak më shumë. Mirë, unë besoj është një çështje e cilën do ta nis sërish bisedën me Leonard Karajn. Avokat, tani shkurtimisht, që mos kemi nga ato tensionet, e kam seriozisht, mos kemi nga ato tensionet që mos ndërprit, ç'po ndodh me aeroportin e Vlorës? Preken xhepat e qytetarëve shqiptar apo jo? Në të gjithë koncesionet e qeverisë shqiptare, sidomos nga 2013 e këtej, se u ndryshua në 2013 andej koncesioni ishte tjetër gjë, dhe në 2013 e këtej është totalisht tjetër gjë, që ta kuptojnë shqiptarët, deri në kohën kur qeveriste nga Sali Berisha t'jepte pronën e shtetit dhe thoshte zhvillohet ti me lekët tua. Kurse nga 2013 e këtej Edi Rama atje pronën e shtetit thotë t'ja dhe unë lek ty dhe më jep tiva pas një X vitesh, domethënë. Kjo është sa vitesh koncesioni. Pas sa vitesh koncesioni. Kjo është historia e koncesionit. Dhe ky koncesion është motamo kështu. Zoti Bexhet Pacolli nga ana tjetër ka thënë domethënë që janë të gjitha paratë e mia të investuara aty. Po, janë paratë e tia, po me një kosto dhe me një kontratë e cila ka ca limite të cilat kanë të bëjnë me xhepin ton. Për shembull të tipit në vitin e parë, të dytë apo të tretë, koncesioni ose aeroporti i Vlorës duhet të bëjë tot le të themi përfitime, 9.4 milion euro përfitime. Se në rast se nuk e arrin këtë kuotë, atëherë subvencionohet nga shteti. Të ndihmon reagimi Pacollit për ta kuptuar? Okej, ndërtimi i aeroportit financohet tërësisht nga koncesionari, kontrata e koncesionit parashikon vetëm një garanci minimale të pasagjerëve, një praktikë e zakonshme në marrëveshje të tilla ndërkombëtare. Po se nuk është garanci minimale tani sa na çuditë, ka dy garanci shumë të forta aty tani. Po për këtë shpjegoj, prandaj thash, pra këtë fakt ky shpjegoi ti tani. Po prap fillove të më ndërpresësh për çdo gjë më burr, çfarë je pas ke çan sonte. O zotëri, po është reagimi Pacollit që kërkon një minimum pasagjerësh, pra thash të ndihmon kjo dhe ta tregova. Jo, nuk më ndihmon fare. Shpjegoje tani. Nuk më ndihmon fare. Shpjegoje. Po të shpjegoj kontratën, duro.
Kontrata ka dy gjëra të cilat nuk janë aliene, dhe në gjitha kontratat koncesionare. Por ama shqiptare duhet ta dinë, është kjo e para, i cila ka një minimum për vitin e parë, të dytë apo të tretë dhe mëtej, dhe ky minimum në rast se nuk arrihet 9.4 më duket ose apo 9.6, duhet që të dalin nga buxheti i shtetit, nga taksat tona. Okej? Një, e para dhe ka një kusht tjetër që këto e kanë pothuajse të gjitha kontratat koncesionare edhe në vendet e tjera europiane, ku ndryshon politika qeveritare. Dhe kjo vendoset në kontratet tot në rast të politikat qeveritare ndryshojnë dhe bëhet e pamundur ndryshim ose mbarvajtja e kësaj kontrate për X deri në përfundim dhe më tej, ne kemi të drejtë të drejtojmë arbitrazhit të Londrës në rastin konkret. Prandaj shteti shqiptar në të gjitha kontratat koncesionare gjatë gjithë këtyre viteve i ka humbur, nuk kemi fituar një. Të gjitha i kemi të humbura, pikërisht për këtë arsye. Në rastin tjetër është kjo. Këtu kanë qenë 3 kompani. Një kompani e zotit Beçet Pacolli, që ka pasur 58% të aksioneve. Një kompani turke, e cila ka ndërtuar edhe spitalin e Fierit, ka pasur 40% të aksioneve, dhe një kompani tjetër e Valon Ademit, e cila ka pas 2% të aksioneve. Kështu ka qenë ndarë. Kompania turke është futur në koncesion, sepse kompania e zotit Beçet Pacolli dhe kjo kompania tjetër e vogël, e Valon Ademit, nuk kishin ekspertizë për të ndërtuar aeroport. Dhe kjo kompania turke ishte detyrueshme që të futeshe, se ndryshe, domethënë, ti nuk po pra ti je shofer, po s'ke patent. Patentën ta marrësh nga unë. Dhe kjo ishte historia e kësaja. Dhe shteti shqiptar është garantuesi i kësaj historie. Dhe në kontratë koncesionare shkruhet dhe për 2 vite, është me ditë aty, 220 ditë. Për 220 ditë nuk lejohet që të bëhet ndryshime midis ortakëve. Pra nuk lejohet që Yda t'i shesin Pacollit apo Pacolli Ydës apo Pacolli Valonit e Shesin aksion me njëri tjetrin. Dhe në të gjitha rastet, kur do ndodhi një gjë e tillë, do duhet merret miratimi i koncesionarit që është shteti shqiptar. Kjo gjë ka ndodhur? Për ta duhet shpjegoj. Po do pyetje do të bëj unë. Po ashtu. Tani çka ka ndodhur? Kjo gjëja shitja aksione 40% nga Yda tek Pacolli për 4.700 euro, se është detalli tani për ta marrësh në një. Sa një Toyota Yaris? 4.700 euro, janë shitur dhe kontrata e shitjes këtyre nuk është depozituar fare në QKB. Ka ndodhur brenda këtij 240 ditëve? Jo, nuk ka ndodhur brenda këtyre 240 ditëve. Sa ishin ato ditë? Dhe kjo kontratë, po të thënë tjetër, nuk ka shkuar në QKB. Pse nuk ka shkuar në QKB? Sepse po të shkonte në QKB, do dilte e zhveshur nga kontrata bazë, e cila vinte kushte. Ti nuk mund ta bësh këtë marrëveshje. Shitjen e aksioneve pa kaluar ky afat ligjor. Dhe për më tepër, shteti shqiptar në këtë koncesion ka qenë, le të themi deri tani, ka qenë ose deri dje më mirë, ka thënë neve s'kemi punë, kjo është një problem midis ortakësh me njëri tjetrin. Sot zoti Berisha nxori një dokument që për mendimin tim ishte shtërues, sepse tregoi që Belinda Balluku e kishte firmosur me dorën e saj në shkel ligjit koncesionar që ajo vetë ka bërë, se qeveria shqiptare ka bërë atë, për shitjen e aksioneve midis kompanisë turke dhe kompanisë Beçet Pacollit. Tani këtu më, si të thuash, quhe edhe më të vrarin ekonomikisht, apo më të thjeshtin është Pacolli, jo se ka marrë pjesë më e Luanit. Pacolli tani pretendon 98% të aksioneve dhe 2% Valon Ademi. Pastaj pas kësaja, është marrë nga konsorciumi, është marrë një kredi 100 milion euro. Dhe këtu ngrihen fabula e gjithë historisë, sepse kur ti e ke përfunduar pothuajse aeroporti i Vlorës, cila është arsyeja që ti kërkon 100 milion euro për një punë të mbëruar? Dhe për më tepër, janë ngritur historira sepse kjo të 100 milion euro janë dhënë nga një person i cili në të shkuarën e vet, kështë rus dhe ka pasur lidhje me oligarkin ruse. Dhe se aeroporti është vënë si kolateral. Po pra pikërisht për këtë arsye. Pra këtu është gjithë historia. Dhe të vënia e aeroportit infrastrukturë kritike apo rëndësisë veçantë një shteti. Nuk është e lejueshme. Nuk është e lejueshme. Tani këtu je gjithë historia. Kjo nuk është një përplasje thjesht midis dy aksionerëve. Është shteti.
Këtu është shteti në mes. Që mund të jetë që shteti, vetë shteti ose zëvendës si shteti. Po, okay. Dhe e fundit fare dhe mbylla këtu. Dhe turpi më i madh këtu është që për gjithë këtë histori këtu ka një vendim gjykate për sigurim pa dije. Cili është ai gjyqtar? Unë dikush është gjyqtari, po s'dua të anatemoj tani në rasti konkret. Lëre pa emër. Si mundesh ti të japësh një sigurim pa dije pa kërkuar kontratën? Ora, është zbatu kjo kontratë që t'japun sigurim pa dije për këtë? Është depozitu kjo kontrata e shkëmbimit të aksioneve në QKB? Se është detyrim ligjor më të çosh në QKB, atë është merr fuqi ligjore. S'është bërë, po si jep sigurimin e kontratës? Çuditëria shqiptare po më thua. Jo, çuditëria shqiptare, shqiptare do janë për Netflix. Okej, për ta përmbyllur zhllima. Atëherë unë jam dakord me kolegun, e tha shumë saktë, shumë qartë, analizoj nga ana ligjore, jam shumë dakord, por unë do them anën tjetër. Që është? Si e mendoj? Nga ky moment që me të drejtë tha gjithë faktin, gjithë rrethanat e faktit, nga ky moment çdo person që ka ndihmuar qeverinë aktuale në zonën ose më mirë në fushën e pushtetit ekonomik, që përfshihen ata të cilët kanë fuqi financiare, ose edhe ata të cilët quhen edhe oligark në gjuhën popullore, do të kenë një sulm të paimagjinueshëm. Që do thotë nga tani e tutje, ti mund të kesh objektin e rastit të hetimit në Vlorë, por ty të procedon Prokuroria e Tiranës. Ti mund të kesh një konflikt me pushtetin ekzekutiv dhe me njëherë të regjistron në regjistrin nëpërmjet Këshillit të Ministrave pra Kryeministrisë SPAKU. Pra, duke e kapur dhe duke vendosur në një fushë ose në një skemë të gjithë përfshirëse, unë shikoj qartëzi që tani e tutje kush ka bashkëpunuar me Edi Ramën në fushën e biznesit flas në këto PPP të famshme, do procedohet penalisht. Pse? Se vjen momenti që t'ju përdori dhe thjesht tani ju çon BKH-n te shtëpia juaj. Sepse ishte mjaft kjo. Dhe kjo është hera e dytë që ndodh me Pacollin. Bravo. Përpara disa vitesh, Pacolli ka pati bler një televizion këtu në Shqipëri. Po. Pati bler një televizion. Nuk duhet të them. Okej, jo lëre pa, të lutem sepse erdhi, firmosi kontratën, u paraqit avokatët e tij te deri televizionit, i thanë ata stop, tha nuk do hysh në televizion. Pse? Ti je tha pronari i televizionit, tha, po drejtimi i televizionit tek ai që është pronar në Francë.